po sikur ai që të është vetuar për dashuri, të ishte, në të vërtetë, tradhtari më i madh. Ndërsa trupi lufton për të shëruar, shpirti zbulon sekrete që gjakosin më shumë se plagët. Por jo çdo dhimbje të paralizon, disa zgjojnë një forcë që askush nuk e priste. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Duke vazhduar, agimi i shiut i Marsit dukej se rëndonte mbi Tiranë si një ogur i heshtur. Robert Carli po ngiste makinën nëpër unazën e madhe të Tiranës, gishtat I trokisnin në timonin e Mercedesit të zi, mendja e ndarë mes shifrave të takimit të fundit të biznesit në Durrës dhe nxitimit për të arritur në shtëpi. Në moshën 35 vjeçare, ai kishte ndërtuar një perandori në sektorin e pasurive të paluajtshme, duke ngritur ndërtesa që ridizajnonin horizontin e qytetit më të madh të vendit. Por atë natë, gjithçka që donte ishte të përqafonte fëmijët e tij, Lukasit 6 vjeç dhe Marinës 4 vjeçe, të cilët me siguri tashmë flinin në dhomat e tyre të dekoruara me arusha dhe princesha. Telefoni ra. Viviana. Robert hezitoi para se të përgjigjej, atë shtrëngim të njohur në gjoks që ishte bërë I vazhdueshëm muajt e fundit. Zëri I gruas së tij u dëgjua metalik përmes altoparlantit, pa ngrohtësinë që dikur ishte I sigurt se e kishte dëgjuar tek ajo. Biseduan shkurtimisht për oraret, angazhimet, festën bamirëse të së shtunës së ardhshme. Asgjë për mallin. Asgjë për fëmijët që pyesnin për të. Vetëm logjistik e ftohtë, sikur të ishin partner në një kompani, jo burr e grua. Robert e mbylli telefonin me një pëshertim të lodhur, ajo ndjenjë zbraztie që zgjerohej brenda gjoksit të tij si një njoll vaj në ujë. Ishte atëherë kur dritat e kamionit u shfaqen nga hiçi. Bota u kthye në një vorbull metali të përdredhur, xhama të thyer dhe erën e athët të gomës së djegur të përzier me karburant. Robert ndjeu goditjen ta hidhte kundër rripit të sigurimit me një forcë brutale, ajri që I dilte nga mushkërit me një goditje të vetme. Makina u rrotullua, u përplas me barierën mbrojtëse dhe më në fund u ndal në një pozicion që sfidonte logjikën. Gjithçka mbeti në heshtje për një çast të përjetshëm, para se dhimbja të fillonte të pulsonte në val nëpër të gjithë trupin. Ai u përpoq të lëvizte, por kroskoti ishte afruar në mënyrë të rrezikshme, duke I bllokuar këmbët. Ana e majt e trupit I rrite me një intensitet që I bënte syt të digjinin. Në distancë, tingulli I largët I sirenave filloi të rritej, duke u përzier me kërcitjen e metalit që ende ftohej dhe me zhurmën e shurdhër të shiut që binte mbi atë që kishte mbetur nga çatja e makinës. Lukas. Marina. Emrat e fëmijëve të tij jehonin në mendjen e Robertit si një mantra dëshpëruese. Ai nuk mund t'i linte. Nuk mund të ikte kështu, në një natë çfarëdo, në një rrugë të lagur, pa u thënë se I donte më shumë se gjithçka edhe një herë. Pa I mësuar Lukasit se si të ngiste biçikletën pa rrota ndihmëse. Pa e çuar Marinën të shihte kuajt e vegjël që ajo I kërkonte aq shumë. Urgjenca për të vazhduar të jetonte nuk kishte qenë kurrë kaq e thellë, kaq absolutisht e nevojshme. Paramedikët arritën si engjëj të zhurmshëm, duke prerë hekurat, duke folur fjalë teknike që Robert mezi I kuptonte. Ai ndjente trupin t'i dështonte, vetdia që rrëshiste mes qartësisë dhe errësirës. Dikush I mbante dorën, I thoshte të qëndronte zgjuar, të vazhdonte të fliste. Robert murmuriste emrat e fëmijëve të tij vazhdimisht, sikur kjo të ishte e mjaftueshme për ta mbajtur të ankoruar në realitet. Spitali ishte një mjegull dritash fluoreshente, korridore të bardha dhe fytyra të panjohura të përkulura mbi të. Robert u shtyn nga një vend në tjetrin, I u nënshtrua ekzaminimeve emrat e të cilave nuk I kuptonte, ndërsa mjekët flisnin me kode dhe infermierët e nxituar lidhnin tela dhe tuba në trupin e tij të lënduar. Dhimbja ishte e vazhdueshme, por frika ishte më e madhe. Frika se do të mbyllte syt dhe nuk do të zgjohej më. Ishte gjatë një prej këtyre momenteve, kur e vendosën në një barel pranë një perdeje të hollë që ndante shtretërit e urgjencës, që Robert dëgjoi zëra nga ana tjetër. 2 infermiere bisedonin ndërsa organizonin medikamentet, fjalët e tyre që notonin drejt tij me një qartësi shqetësuese. Gruaja e tij mori në telefon, komentoi njëra prej tyre, por nuk pyeti se si ishte ai. Vetëm donte të dinte për vlerën e sigurimit dhe nëse plani e mbulonte gjithçka. Robert ndjeu zemrën t'i bënte një rrahje të çrregull. Ndoshta kishte dëgjuar gabim. Medikamentet, dhimbja, gjithçka mund të ishte duke I ngatëruar perceptimin. Por infermierja tjetër u përgjigj me një pëshertim të lodhur, duke thënë se kishte parë gjithçka në atë urgjencë, por ftohtësia e disa njerëzve ende arrinte ta befasonte.
Plasja në besimin që Robert ishte përpjekur ta injoronte muajt e fundit u shndërrua në një çarje të thellë. Viviana nuk kishte pyetur për të. Vetëm për paratë. Kjo I shkaktonte më shumë dhimbje se çdo frakturë, më shumë se çdo plagë fizike që mjekët mund të katalogonin në skedat e tyre. Kur më në fund e transferuan në një dhomë private në katin e 7, Robert ishte tepër I raskapitur për të përpunuar emocionet. I gjithë trupi I tij ishte një katalog dhimbjesh, çdo frymëmarrje një kujtim I aksidentit. Por mendja nuk ndalej, duke u rrotulluar rreth asaj bisede që kishte dëgjuar. A ishte e vërtetë? A I interesonte Vivianës vërtet vetëm sigurimi? Përgjigja erdhi më shpejt se sa priste. Dera e dhomës u hap dhe Viviana hyri sikur të ishte duke mbërritur në një ngjarje shoqërore paksa të papërshtatshme. Ajo mbante veshur një fustan blu të errët të prerë në mënyrë perfekte, flokët e saj bjond të lidhur në një topuz të patëmet, parfumi I shtrenjtë që mbushte dhomën me një re gardeniash. Por sytë e saj, kur u ndalën te Robert, nuk mbanin lehtësim apo shqetësim. Kishte vetëm një acarim të fshehur, sikur ai t'i kishte prishur planet për javën. Robert, tha ajo, duke u ndalur disa hapa larg krevatit me duart e kryqëzuara. Faleminderit Zotit që je mirë. Ky aksident nuk mund të kishte ndodhur në një kohë më të keqe. Kam angazhime shumë të rëndësishme këtë javë. Ai e shikoi duke kërkuar ndonjë gjurmë të gruas për të cilën ishte dashuruar 10 vjet më parë. Vajza me buzëqeshje të lehtë që e kishte pushtuar në një event bamirësie, që thoshte se donte të ndërtonte një familje plot dashuri. Por gjithçka që shihte tani ishte një huaj me fytyrë të bukur dhe zemër të akull. Viviana u afrua, por nuk e preku. Mbajti një distancë të sigurt, sikur plaga të ishte ngjitse. Komentoi për makinën e shkatëruar, për bezdinë e të pasurit të bënte me kompanitë e sigurimit, për mënyrën se si kjo do të ndikonte në imazhin e tyre në shoqërinë tiranase. Në asnjë moment nuk e pyeti nëse ndjente dhimbje. Nëse kishte nevojë për diçka. Nëse kishte pasur frikë. Telefoni I saj ra dhe Viviana u përgjigj pa kërkuar as leje, duke u kthyer lehtësisht dhe duke ulur zërin. Robert u shtir se ishte më I përgjumur se sa ishte në të vërtetë, me sytë gjysmë të hapur, duke vëzhguar. Ajo fliste me një ton të butë, pothuajse intim, me këdo që ishte në anën tjetër të linjës. Dhe atëherë, qartësisht, ai e dëgjoi. Gjithçka në rregull, zemër. Do ta zgjidh këtë shpejt dhe shihemi më vonë. Robert ndjeu gjakun t'i ngri në vena. Zemër. Ajo kishte quajtur dikë tjetër zemër. Aty, pak metra larg tij, duke besuar se ai nuk mund ta dëgjonte. Tradhtia nuk ishte më një dyshim I mjegull, ishte një siguri kristalore që u vendos në gjoksin e tij si një peshk plumbi. Kur Viviana e mbylli telefonin dhe u kthye përsëri drejt tij, Robert I mbajti sytë mbyllur, frymëmarrjen të thellë dhe të rregull. Ajo pshertiu, kontrolloi orën dhe murmuriti diçka për t'u kthyer më vonë, para se të dilte nga dhoma me të njëjtën ajër nxitimi me të cilin kishte ardhur. Takat e saj jehuan nëpër korridor derisa u zhdukën plotësisht. Përsëri vetëm, Robert hapi sytë dhe shikoi tavanin e bardhë të dhomës. Pjesë të një enigme ogurzeze filluan të bashkoheshin në mendjen e tij. Aksidenti, ftohtësia e Vivianës, telefonata për sigurimin, ajo fjalë që ajo kishte përshpëritur në telefon. A ishte e mundur që aksidenti të mos kishte qenë thjesht një rastësi? Që dikush të kishte manipuluar diçka në makinë? Ideja dukej tepër absurde, si në filma, por Robert nuk mund ta largonte. Dhe ishte në atë moment I shtrirë në një krevat spitali me trupin e thyer dhe zemrën e coptuar, që ai mori një vendim. Do të shtirej se ishte më I dobët se sa ishte në të vërtetë. Duhej të vëzhgonte, të dëgjonte, të zbulonte se deri ku shkonte tradhtia e Vivianës dhe kush tjetër ishte I përfshirë në të. Çdo minutë duke u shtirur I pavetëdijshëm mund të ishte ndryshimi mes zbulimit të së vërtetës dhe të bërit përsëri viktim. Ditët e ardhshme në spital ishin një lloj teatri I heshtur. Robert I mbante sytë mbyllur pjesën më të madhe të kohës, veçanërisht kur dëgjonte hapa që afroheshin. Mjekët komentonin rikuperimin e tij me optimizëm të kujdesshëm, infermierët kujdeseshin për të me mirësjellje profesionale dhe Viviana shfaqej një herë në ditë, gjithmonë e parfumosur, gjithmonë e paduruar, gjithmonë duke folur në telefon sapo mendonte se ai po flinte. Ishte gjatë një prej këtyre vizitave që Robert njohu Marcel Antonin. Burri hyri në dhomë pas Vivianës, I gjatë, me një kostum të patëmet dhe një buzëqeshje që nuk I arrinte sy.
Ai u prezantua si një mik I vjetër I familjes, dikush që donte të ndihmonte në çdo gjë të nevojshme gjatë këtij momenti të vështirë. Por mënyra se si I preku shpatullën Vivianës, si sytë e tyre u takuan për një sekond më shumë se sa do të ishte e përshtatshme, I tregoi Robertit gjithçka që duhej të dinte. Ai ishte burri I telefonit. Zemra që ajo kishte përmendur. Marcel foli për biznes, për mënyrën se si ishte gati të ndihmonte në administrimin e kompanive të Robertit, ndërsa ai rikuperoi. Zëri I tij ishte I butë, bindës, lloji I zërit që binte investitorët të nënshkruanin kontrata të majme. Por në shtresën e shqetësimit të inskenuar, Robert dalloi diçka më të errët. Ambicie. Lakmi. Dëshira për të marrë atë që nuk ishte e tija. Viviana dhe Marcel bisedonin sikur Robert të mos ishte aty, duke diskutuar për prokura, akses bankar, vendime biznesi. Gruaja përmendi se do të ishte më praktike nëse ajo do të kishte kontroll të plot mbi gjithçka, vetëm përkohësisht, sigurisht, derisa Robert të rikuperohej plotësisht. Marcel pajtohej me çdo fjalë, duke shtuar sugjerime që do ta shndërronin Vivianën në personin e vetëm me fuqi vendimmarrëse mbi perandorinë që Robert kishte ndërtuar. Ata mendonin se kishin fituar. Se burri në krevat ishte vetëm një pengesë e përkohshme, që së shpejti do të hiqej ose neutralizohej. Por Robert dëgjonte çdo fjalë, regjistronte çdo qëllim në kujtesën e tij, duke ndërtuar një hartë të tradhtisë që po shpalosej para tij. Kur më në fund doli nga spitali, një javë pas aksidentit, Robert u dërgua përsëri në vilën në blok me një ambulancë private. Shtëpia ishte një ndërtesë madhështore 3-katëshe, e gjitha me mermer portugez dhe xhama pasqyrë, e rrethuar nga një kopshtë që më shumë I ngjante një parku. Ishte simboli maksimal I suksesit që ai kishte arritur, por atë ditë, ndërsa e bartnin brenda me një barel, vila I dukej më shumë si një burg I ardhur. Viviana u ankua menjëherë për shenjat që barela la në dyshemen e mermerit të importuar. U drejtua paramedikëve me ashpërsi, duke kërkuar që të ishin më të kujdesshëm me mobiljet e shtrenjta. Nuk e pyeti nëse Robert ishte rehat gjatë transportit. Nuk ofroi t'i mbante dorën ndërsa I instalonin në dhomën e katit të parë që ishte përshtatur për rikuperimin e tij. Ajo u soll si një mikpritse e irrituar me mysafir të papërshtatshëm, jo si një grua që priste burrin e saj të lënduar përsëri në shtëpi. Robert u akomodua në një krevat king size që ishte sjell posaçërisht për atë dhomë, I rrethuar nga pajisje mjekësore që e shndërronin ambientin elegant në një lloj mini spitali. Infermierja private e punësuar për të kujdesur për të gjatë ditës ishte një zonjë simpatike e quajtur zonja Irena, e cila menjëherë mori kontrollin e situatës me efikasitet amësor. Por ishte natën, kur zonja Irena largohej dhe vila zhytjej në një heshtje të rëndë, që Robert vërtet vëzhgonte. I shtrirë në atë krevat, duke ushtirur se ishte më I dobët se sa ishte, ai dëgjonte. Hapa në katin e sipërm. Biseda të mbytura. Të qeshura që I honin në për hapësirën e shkallëve. Viviana dhe Marcel nuk fshiheshin më. Mendonin se Robert ishte tepër I pavetëdijshëm, tepër I droguar, tepër I thyer për të vënë re. Por ai vinte re gjithçka. Dhe në mes të asaj errësire tradhtish dhe planesh ogurzeza, një dritë e vogël dhe e papritur filloi të shkëlqente. Emri I saj ishte Clarissa Aliu, shërbëtorja e shtëpisë. Një grua 32 vjeçare, e dobët, me flokë gështenjë të lidhur gjithmonë në një bisht kali të thjeshtë dhe një buzëqeshje që luftonte për të fshehur lodhjen. Clarissa punonte në vilë prej gati 3 vjetësh, gjithmonë diskrete, gjithmonë e përkushtuar, lloji I personit që bëhej I padukshëm për punëdhënës si Viviana, por që mbante të gjithë strukturën e shtëpisë në funksionim. Ishte Clarissa ajo që hynte në dhomën e Robertit me hapa të heshtur, duke rregulluar batanijet edhe kur temperatura ishte perfekte, duke mbyllur perdet që drita të mos e shqetësonte, duke sjell ujë të freskët pa ia kërkuar askush. Ajo fliste pak, por veprimet e saj thoshin gjithçka. Kishte një dashuri të vërtetë në çdo gjest, një shqetësim real që binte në kontrast të dhunshëm me ftohtësinë e Vivianës. Dhe ishin fëmijët ata që zbuluan karakterin e vërtetë të Clarissës. Lucas dhe Marina ishin të ndaluar nga Viviana të shihnin baban e tyre. Ajo pretendonte se pamja e babait të lënduar do të ishte traumatike për fëmijë kaq të vegjël, por Robert e dinte të vërtetën. Viviana nuk donte që fëmijët të krijonin lidhje edhe më të forta me të. Donte t'i mbante larg, të kontrolluar, të formueshëm sipas planeve të saj të ardhshme. Por Clarissa nuk bindej. Një natë kur Viviana dhe Marcel kishin dalë për darkë, Robert dëgjoi derën e dhomës të hapej me kujdes.
Ishte Clarisa, duke mbajtur për dore Lukasin dhe Marinën, të dy me pijame, sytë e tyre të vegjël të zgurdulluar nga ankthi dhe shpresa. Shërbëtorja vuri një gisht në buzë, duke kërkuar heshtje, para se t'i çonte fëmijët te krevati i babait. Lukas ishte i pari që u afrua, lotët tashmë i rridhnin në përfaqet e rumbullakta. Babi, pëshpëriti ai, zëri ju thye. Na kishte marrë malli. Mami tha se nuk mund të shihnim, por tezja Clarisa na la të vim të themi natën e mirë. Marina, më e vogël dhe më e ndrojtur, kapi gishtin e Robertit me dorën e saj të vockël. Ajo nuk tha asgjë, vetëm e shikoi me ata sy të mëdhenj gështenjë, sikur të ishte duke memorizuar çdo detaj të fytyrës së babait. Robert ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi me një emocion kaq intensiv sa që gati e rrëzoi. Aty ishin fëmijët e tij, qenjet që i donte më shumë në botë, të sjell tek ai nga një shërbëtore që rrezikonte punën e saj për të bërë gjën e duhur. Ai ja shtrëngoi përsëri dorën e vogël Marinës dhe i pëshpëriti Lukasit se ishte mirë, se së shpejti do të ishte përsëri në këmbë, se i donte më shumë se gjithçka. Clarisa i la fëmijët të qëndronin vetëm disa minuta, sa për të shuar mallin, para se t'i çonte përsëri në dhomën e tyre me premtimin se mund të ktheheshin së shpejti. Kur ajo u kthye vetëm për të rregulluar jashtëkun e Robertit, ai e shikoi me një mirënjohje që nuk mund ta shprehte me fjalë. Faleminderit, tha ai thjesht. Clarisa buzëqeshi, ajo buzëqeshje e lodhur por e sinqertë. Fëmijët kanë nevojë për baban, zoti Robert. Nuk është e drejtë t'i lësh larg jush. Në atë moment, diçka ndryshoi brenda Robertit. Ai filloi ta shihte Clarisën jo si një shërbëtore, por si një person. Një grua me historinë e saj, me mirësi që shkëlqente edhe në rrethanat më të vështira. Dhe filloi t'i kushtonte vëmendje. Vuri re se si ajo arrinte gjithmonë pak më herët se sa duhej, si përgatiste kafen e fëmijëve të tij me kujdes, si paloste rrobat e tyre sikur të ishin thesare të çmuara. Vuri re gjithashtu lodhjen që ajo përpiqej ta fshihte, rrafet e zinj nën sy që makijazhi i thjesht nuk i maskonte plotësisht, mënyrën se si ndonjëherë mbështeste dorën në shpinë sikur të ndjente dhimbje. Dhe vuri re vajzën e vogël. Julia ishte 4 vjeç, e njëjta moshë me Marinën. Ajo shfaqej ndonjëherë në fundjavë, kur Clarisa nuk kishte me këta linte, një krijesë e vogël me sy të mëdhenj dhe një buzëqeshje të ndrojtur, duke mbajtur një kukull lecke të vjetër sikur të ishte thesari i saj më i madh. Viviana e urrente kur Clarisa sillte të bien, ankohej se nuk paguante një shërbëtore për t'u kujdesur për fëmijën e saj, por Clarisa kërkonte falje pafundësisht dhe premtonte se vajza do të qëndronte urtë, pa shqetësuar askën. Julia ishte vërtet e urtë. Ulej në një cep të kuzhinës me kukullën e saj, duke vizatuar në fletë të vjetra fletoreje, duke kënduar me zë të ullët këngë filmash vizatimor. Ndonjëherë Lukas dhe Marina luanin me të kur Viviana nuk po shikonte, dhe Robert mund të dëgjonte të qeshurat e 3 fëmijëve që jehonin nëpër shtëpi, duke sjellë një lehtësi që prej kohësh ishte zhdukur nga ai vend. Ishin këto momente të vogla humanizmi që e mbanin Robertin të ankoruar. Përkushtimi i Clarisës, dashuria e fëmijëve të tij, siguria se ende ekzistonte mirësi në botë, edhe kur gjithçka rreth tij dukej e kalbur dhe e korruptuar. Por fati, si gjithmonë, kishte planet e veta. Dhe ishte gati të ndryshonte gjithçka në një mënyrë që askush nuk mund ta kishte parashikuar. Ishte një mëngjes e enjte, qielli mbi Tiranë i ngarkuar me re gri që premtonin stuj. Robert ishte shtrirë në krevat, duke dëgjuar lajmet në radion që zonja Irena e kishte lënë ndezur, kur dëgjoi derën e dhomës të hapej. Prisnin të shihte infermieren me mëngjesin, por ishte Clarisa ajo që hyri, dhe diçka ishte qartësisht gabim. Ajo dridhej. Nga gishtat që mbanin celularin deri te shpatullat që i përkuleshin përpara, sikur të mbante një peshë të padukshme. Sytë e saj ishin të kuq dhe të enjtur, hunda e skuqur nga të qarët. Celulari në dorën e saj dridhej vazhdimisht, emri i një klinike mjekësore ndriçonte në ekran. Julia ishte me të, e kapur pas fundit të nënës së saj, kukulla e shtrydhur kundër gjoksit. Vajza ndjente se diçka nuk ishte në rregull, megjithse nuk e kuptonte saktësisht se çfarë. Sytë e saj të vegjël vëzhgonin nënën me një shqetësim që asnjë fëmijë 4 vjeçar nuk duhet ta ndjejë. Clarisa u përpoq të maskohej, të merrte frymë thellë, të përmblidhej. Vuri celularin në xhepin e përparses dhe u afrua te krevati i Robertit për të rregulluar çarçafet, por duart i dridheshin aq shumë sa një nga pilulat që do të vendoste në gotën pranë krevatit i ra në 2 sheme, duke u rrokullisur nën komodinë. Telefoni ra përsëri.
Clarisa shikoi ekranin dhe Robert pa fjalën doktoresha e ndjekur nga një emër që nuk arriti ta lexonte plotësisht. Shërbëtorja u përgjigj me zë të dridhur, duke u kthyer lehtësisht, pa vënë re se Robert ishte plotësisht zgjuar dhe i vëmendshëm. Alo? Po, doktoresh. E di që është urgjente. Zëri i saj dilte i ndërprer, duke luftuar kundër të qarës që kërcënonte të shpërthente me çdo fjalë. Nga ana tjetër e linjës, zëri femëror fliste me një ton serioz, profesional, por jo pa dëmshuri. Robert nuk mund të dëgjonte fjalët e sakta, por fytyra e Clarisës tregonte historinë e plotë. Një histori e tmerrshme që bënte botën e saj të shembej. 3 muaj. Përshpëriti Clarisa, zëri ju thye. Por doktoresh, ajo vetëm ankoi për dhimbje koke ndonjëherë. Mendova se ishte diçka e fëmijëve, se do të kalonte. Heshtje. Clarisa dëgjonte dhe çdo sekond që kalonte ishte si një goditje me thik në zemrën e saj. Robert ndjeu zemrën e tij të përshpejtohej. Diçka ishte shumë gabim. Diçka me Julian. Zëri i mjekes vazhdoi dhe Clarisa u mblodh edhe më shumë. Trajtimi duhet të fillojë menjëherë. Patë, situata mund të përkeqësohet shpejt, nuk mund të presim. Julia shtrëngoi edhe më fort fundin e nënës së saj, duke ndjerë dëshpërimin që buronte prej saj. Clarisa bëri pyetjen që Robert e dinte se do të vinte, pyetjen që ndoshta e kishte mbajtur zgjuar gjithë natën. Sa kushton, doktoresh? Përgjigja e bëri të lëkundej. Robert pa këmbët e saj të dobësoheshin, pa dorën e saj të lirë të kapte skajin e komodinës për të mos rënë. Shuma që mjekja përmendi ishte astronomike për çdo person të zakonshëm. Ndoshta ishte më shumë para se sa Clarisa do të fitonte në 5, ndoshta 10 vjet punë. Do të gjej një mënyrë, tha Clarisa, por zëri i dilte pa bindje. Do të flas me familjen time, do të shes atë që kam, do të kërkoj kredi. Ju lutem, doktoresh, vetëm më jepni pak kohë. Por Robert e njihte atë ton në përgjigjen e mjekes. Nuk kishte kohë. Julia kishte nevojë për trajtimin tani, ose pasojat do të ishin të pakthyeshme. Kur Clarisa e mbylli telefonin, ajo qëndroi në mes të dhomës për një moment të gjatë, celulari ende në dorë, shpatullat i dridheshin nga dënese të heshtura që përpiqej dëshpërimisht t'i përmbante për të mos trembur të bien. Julia filloi të qante gjithashtu, pa kuptuar pse, vetëm duke ditur se nëna e saj ishte e trishtuar. Ishte atëherë kur Clarisa bëri diçka që ja coptoi zemrën Robertit. Ajo u gjunjëzua pranë krevatit të tij, i kapi dorën me të dyja duart e saj, të lagura nga lotët, dhe filloi të fliste, duke besuar se ai nuk mund ta dëgjonte, se ishte në një vend tepër të largët për t'u arritur. Zoti Robert, përshpëriti ajo, zëri i mbytur. Nëse do të mund të më dëgjoni tani, nëse do të ishit këtu vërtet, e di që do të më ndihmonin. Ju keni qenë gjithmonë i mirë, edhe kur mendonit se askush nuk po ju shite. Por do të gjej një mënyrë vetë, ju premtoj. Do të punoj sa të jetë e nevojshme, do të bëj çfarëdo që duhet. Julia ime do të bëhet mirë. Duhet të bëhet. Ajo ja shtrëngoi dorën me një forcë dëshpëruese, sikur të mund të transferonte disi një pjesë të dhimbjes së saj tek ai burr që dërgjej aty, me sa duket i pavetëdijshëm për vuajtjen e saj. Dhe në atë çast, Robert Carly mori vendimin më të rëndësishëm të jetës së tij. Nuk mund të vazhdonte më të shtirej. Jo kur një fëmijë i pafajshëm ishte në rrezik. Jo kur personi i vetëm vërtet i mirë në atë shtëpi po shpërbëhej para tij. Hakmarrja ndaj Vivianës, dëshira për të zbuluar të gjitha detajet e tradhtisë, e gjithë kjo papritur u duk dytësore përballë vuajtjes së një nëne dhe vajzës së saj. Ai duhej të vepronte. Dhe duhej të vepronte menjëherë. Por gjithashtu e dinte se duhej të ishte i kujdesshëm. Nëse zbulonte se ishte zgjuar para kohe, para se të kishte të gjitha provat kundër Vivianës dhe Marcelit, ata mund të shkatëronin provat, të zhduknin parat, ose më keq. Kishte nevojë për një plan. Një plan që do të shpëtonte Julian dhe në të njëjtën kohë do të mbronte veten dhe fëmijët e tij. Ndërsa Clarisa ngrihej ngadalë duke fshirë fytyrën me kurrizin e dorës, Robert mori vendimin e tij. Do të priste deri në mbrëmje, kur ajo të kthehej për të rregulluar dhomën para se të largohej. Atëherë do të zbulonte se ishte zgjuar. Vetëm për të. Dhe së bashku do të gjenin një mënyrë për të shpëtuar Julian pa alarmuar armiqtë që rrethonin atë shtëpi. Për momentin do të vazhdonte të shtirej. Edhe disa orë.
Disa orë që do të dukeshin si një përjetësi, duke ditur se një vajzë e vogël 4 vjeçare kishte nevojë për ndihmë urgjente. Clarissa doli nga dhoma duke mbajtur Julian për dore, me kokën ulur e mposhtur. Robert e dëgjoi të ndalonte në korridor, të merrte frym thellë disa herë, duke u përpjekur të përmblidhej para se të kthehej në detyrat e saj të përditshme. Jeta duhej të vazhdonte, në fund të fundit. Enët duhej të laheshin, rrobat të hekuroseshin, dreka të përgatitej. Asgjë nga këto nuk ndalej vetëm sepse bota e di kujt po shembej. Orët që pasuan ishin më të gjatat në jetën e Robertit. Ai qëndroi i palvizshëm në atë krevat, trupi i tensionuar nga ankthi, mendja duke punuar furishëm në mundësi dhe plane. Zonja Irena hyri dhe doli disa herë, duke kontrolluar shenjat vitale, duke rregulluar medikamentet, duke biseduar me gëzim për gjëra të parëndësishme që Robert mezi i regjistronte. Viviana kaloi shpejt në përdhom në mes të pasdites, e parfumosur dhe e nxituar si gjithmonë, vetëm për të ruajtur aparencat. As nuk u afrua te krevati. Vetëm i komentoi zonjës Irena se do të kthehej vonë, se kishte një darkë të rëndësishme, se infermierja nuk duhej të shqetësohej ta priste zgjuar. Marcel nuk u shfaq, por Robert e dinte se ishte afër. Mund ta ndjente praninë e tij në atë shtëpi sikur të ndjente një stuj që po afrohej. Ishte atje lart, ndoshta në zyrën që kishte qenë e Robertit, duke lëvizur letra që nuk ishin të tijat, duke bërë plane me një të ardhme që nuk i përkiste. Kur pasditja më në fund i la vendin fillimit të mbrëmjes dhe dritat e vilës filluan të ndizeshin automatikisht, Robert dëgjoi zërin e Clarissës në kuzhinë duke u përshëndetur me zonjën Irena. Turni i saj kishte mbaruar. Ajo do të largohej, do të kthehej në shtëpinë e saj të thjeshtë në Kamës, do të përqafonte vajzën e saj të sëmurë dhe do të përpiqej të zbulonte të pamundurën. Por Robert nuk mund ta lejonte këtë të ndodhte. Jo më. Ai priti të dëgjonte hapat e Clarissës që afroheshin te dhoma, siç bënte gjithmonë para se të largohej, për një kontroll të fundit, për të siguruar se ishte rehat, se kishte ujë të freskët, se batanijet ishin rregulluar mirë. Ishte një ritual që ajo e kryente me përpikëri, edhe pse e dinte se zonja Irena i kishte bërë të gjitha këto. Ishte mënyra e saj për t'u kujdesur. Dera u hap ngadalë dhe Clarissa hyri, shpatullat e rëna nga pesha e ditës, fytyra e shënuar nga një raskapitje që shkonte shumë përtej lodhjes fizike. Ajo u afrua te krevati, rregulloi çarçafin që nuk kishte nevojë të rregullohej, mbushi gotën e ujit që ishte ende plot. Duart e saj kryenin lëvizjet në pilot automatik, ndërsa mendja e saj ishte qartësisht diku tjetër. Ndoshta duke llogaritur sa kishte në kursime, sa turne shtesë mund të bënte, kush mund t'i jepte para hua. Ishte atëherë kur Robert hapi syt plotësisht dhe foli, zëri i dilte i ngjirur por i qartë. Clarissa. Ajo lëshoi një klithmë të mbytur, duke lënë gotën e ujit të binte në komodinë, dora i fluturoi në gjoks. Sytë e saj u zgurdulluan, frika dhe habia luftonin për hapësirë në fytyrën e saj. Zoti Robert? Pëshpëriti ajo, e pabesueshme. Ju jeni, ju mund të më dëgjoni? Robert bëri një përpjekje për të mbështetur në bërryla, duke injoruar një thumbim dhimbjeje që i përshkoi brinjën. Mundem, tha ai. Dhe mund të dëgjoj edhe ty, dëgjova gjithçka që the sot në mëngjes. Për vajzën tënde. Për sëmundjen e saj. Për trajtimin. Fytyra e Clarissës kaloi nga habia në tmerr absolut. Ajo u tërhoq një hap prapa, duart i dridheshin, syt ju mbushën përsëri me lodh. Më falni, filloi të belbëzonte. Nuk duhej t'i sillja problemet e mia tek ju, nuk duhej të thosha asgjë, thjesht mendova se ndoshta, ajo u ndal, e paf të vazhdonte, fjalët i humbën në dënese. Robert ngriti dorën, duke kërkuar heshtje. Dëgjo, Clarissa. Dëgjo me vëmendje. Unë do ta ndihmoj vajzën tënde. Do të paguaj të gjithë trajtimin, çfarëdo që të jetë e nevojshme, mjekët më të mirë, spitalin më të mirë. Julia do të bëhet mirë. Clarissa qëndroi plotësisht e palvizshme për një moment, sikur fjalët të mos kishin kuptim, sikur të ishin nga një gjuhë që ajo nuk e kuptonte. Pastaj filloi të tunte kokën, lotët i rridhnin lirshëm tani. Jo, zoti Robert. Nuk mund ta pranoj. Kjo është tepër, është një vlerë që unë ajo gëlltiti, kur nuk do të mund ta paguaja përsëri. Nuk do të ishte e drejtë. Nuk po të kërkoj ta paguash përsëri, tha Robert me vendosmëri. Po e bëj këtë sepse është gjëja e duhur për të bërë. Sepse ti ke qenë më e sjellshme me mua dhe fëmijët e mi muajt e fundit se sa gruaja ime.
Sepse ti meriton ta kesh vajzën tënde të shëndetshme. Dhe sepse ai bëri një pauzë duke pasur nevojë të ishte i sinqert, kam nevojë edhe për ndihmën tënde. Clarissa puliti sytë e hutuar. Ndihmën time? Robert shikoi drejt derës së mbyllur të dhomës, duke ulur edhe më shumë zërin. Ka gjëra që po ndodhin në këtë shtëpi, Clarissa. Gjëra që ti ndoshta i ke vënë re, edhe pa dashur. Gruaja ime, ajo nuk është ajo që mendoja se ishte. Dhe kam nevojë për dikë të cilit mund t'i besoj, dikë që mund të më ndihmojë pa ngjallur dyshime. A mund ta bësh këtë për mua? Shërbëtorja fshiu lotët me kurrizin e dorës, fytyra e saj ndryshoi nga brishtësia në një vendosmëri që Robert nuk e kishte parë më parë. Ju shpëtuat vajzën time, tha ajo thjesht. Unë bëj çdo gjë që ju keni nevojë. Robert tundi kokën, duke ndier një lehtësim të pamas t'i pushtonte gjoksin. Atëherë nesër në mëngjes, para se Viviana të zgjohet, ti do të telefonosh spitalin. Do të jap të gjitha të dhënat e llogarisë sime personale, atë që vetëm unë kam akses. Ti do të transferosh vlerën e nevojshme për të filluar trajtimin e Julias menjëherë. Dhe do të më sjellësh një celular të ri, nga ata që vijnë me numër të aktivizuar. Kam nevojë të bëj disa telefonata pa e ditur askush. Por ju nuk duhet të pushoni. Pyeti Clarissa e shqetësuar. Mjekët thanë se duhet të pushonit, të mos stresoheshit. Do të shtirem se jam ende shumë i dobët, shpjegoi Robert. Sidomos para Vivianës dhe ai gati sa nuk e pështyu emrin Marcelit. Por duhet të veproj shpejt. Ka gjëra që po ndodhin që ti nuk i di, Clarissa. Gjëra që vën në rrezik jo vetëm jetën time, por edhe të Lukasit dhe Marinës. Sytë e Clarissës u zgurdulluan me kuptim dhe frikë. Zonja Viviana, pëshpëriti ajo. Ajo nuk është e mirë për fëmijët, zoti Robert. E kam ditur gjithmonë. Mënyra se si flet me ta kur ju nuk jeni afër, si ajo, Clarissa u ndal, sikur të kishte frikë të fliste më shumë. Mund të flasësh, e inkurajoi Robert. Duhet të di gjithçka. Ajo u bërtet atyre për çdo gjë. I ndëshkon për gjëra të kota. Një ditë tjetër Marina derdhi lëng pa dashje në kuzhinë dhe zonja Viviana e mbylli në dhomë për orë të tëra. Vajza qau derisa nuk i mbetën më lodh. Clarissa pastroi fytin, qartësisht e bezdisur nga ajo që do të thoshte më pas. Dhe zoti Marcel, ai vjen shumë shpesh këtu. Qëndron deri vonë natën. Ata bisedojnë në zyrë, pinë verë të shtrenjtë, qeshin me zë të lartë. Njëherë unë, ajo hezitoi. Vazhdo, tha Robert, megjithse e dinte se ku do të çonte kjo. Njëherë unë gjita lart për të marrë rrobat e pista në dhomën tuaj dhe ajo mori frym thellë, ata ishin bashkë. Duke u puthur. Në korridor, pa u shqetësuar fare nëse do t'i shihte dikush. Kur më pan, zonja Viviana më tha se nëse do t'ju tregoja, do të më pushonte nga puna menjëherë dhe do të bënte të pamundurën që unë të mos gjeja më punë në Tiranë. Robert ndjeu zemërimin t'i vlonte brenda, por e mbajti zërin të qetë. Për sa kohë po ndodh kjo? Që para aksidentit, mendoj. Ndoshta 3-4 muaj. Por pasi ju u kthyet nga spitali, ata u bën më të paciv. Është sikur, ajo kërkoi fjalët e duhura, sikur të mendonin se ju nuk do të zgjoheshit më. Ose se nuk do të kishte rëndësi nëse zgjoheshit. Ato fjalë konfirmonin dyshimet më të këqija të Robertit. Ata kishin planifikuar gjithçka. Aksidenti nuk kishte qenë rastësi. Në një farë mënyre, Viviana dhe Marcel kishin manipuluar makinën, duke shpresuar se ai nuk do të mbijetonte. Dhe kur mbjetoi, vun bast se do të mbetej aq i paaft sa të mos ishte një kërcënim për planet e tyre. Por e kishin nënvlerësuar Robert O'Carlin. Clarissa, tha ai, duke shikuar në sytë e lodhur por besnik të shërbëtores. Do të bëjmë kështu. Ti do të kujdesesh për Julian. Do ta çosh të filloj trajtimin nesër. Mos u shqetëso për asgjë, unë do të zgjidh gjithçka. Dhe ndërsa ti je jashtë, unë do të punoj këtu për të mbledhur prova kundër Vivianës dhe Marcelit. Por kam nevojë që ti të mbash sekret absolut faktin se jam zgjuar. Nëse ata e zbulojnë para kohe, gjithçka mund të shkojë keq. Clarissa tundi kokën me vendosmëri. Mund të më besoni, zoti Robert. Betohem për jetën e Julias sime se nuk do t'i tregoj askujt. Robert zgjati dorën dhe Clarissa ja shtrëngoi, një pakt i heshtur u vulos mes biznesmenit milioner dhe shërbëtores së përulur.
dy botë krejtësisht të ndryshme të bashkuara nga një gjë e përbashkët, dashuria për vajzat e tyre dhe dëshira për të bërë atë që ishte e drejtë. Atë natë, pasi Clarissa u largua me udhëzime të detajuara dhe premtimin e një të ardhmeje më të mirë për Julian, Robert qëndroi zgjuar për orë të tëra, mendja duke punuar në strategji. Ai e dinte se duhej të ishte i përpikt. Një hap i gabuar dhe Viviana e Marcel mund të shpëtonin, ndoshta edhe të merrnin Lukasin dhe Marinën me vete në ndonjë skem të manipuluar kujdestarie. Jo, duhej të ishte perfekt. Kishte nevojë për prova konkrete. Dhe duhej të mbronte fëmijët mbi gjithçka. Të nesërmen në mëngjes, Clarissa mbërriti më herët se zakonisht, siç e kishte udhëzuar Robert. Ajo hyri në dhomën e tij me një buzëqeshje të sinqertë për herë të parë pas shumë kohësh. Ja dola, përshpëriti ajo, duke treguar një celular të ri ende në kuti. Dhe telefonova spitalin. Ata do të fillojnë ekzaminimet e Julias sot. Robert ndjeu një val lehtësimi. Shkëlqyeshëm. Tani ti do të qëndrosh me vajzën tënde gjithë ditën. Njofto Vivianën se ke një urgjencë familjare dhe se kthehesh vetëm nesër. Mos u shqetëso nëse ankohet. Lëre tek unë. Po ju? Pyeti Clarissa. Si do t'ja bëni nëse keni nevojë për diçka? Zonja Irena është këtu. Dhe përveç kësaj, ai buzëqeshi në mënyrë konspirative do të qëndroj shumë urtë, duke ushtirur se mezi lëviz. Më beso. Clarissa hezitoi edhe një moment para se më në fund të dorëzoi. Në rregull. Por për çdo gjë, më telefono në këtë celular, ajo shënoi numrin në një flet letre. Për çdo gjë. Pasi Clarissa u largua, Robert priti derisa zonja Irena të dilte për drek para se të merrte celularin e ri dhe të bënte telefonatën e parë. Kishte nevojë për ndihmë profesionale dhe e dinte saktësisht këtë thërriste. Rodrik Tahiri ishte hetuesi privat më i kërkuar në Tiranë, një ish polic federal që kishte lënë karrierën publike për të hapur biznesin e tij. Robert kishte përdorur shërbimet e tij një herë vite më parë për të hetuar një ortak të dyshuar për përvetësim fondesh. Rodrik kishte bërë një punë të patëmet, diskrete dhe efikase. Telefonata u përgjigj në zilen e tretë. Hetimet Tahiri u përgjigj zëri i thellë nga ana tjetër. Rodrik, është Roberto Carli. Kam nevojë për ndihmën tënde. Dhe duhet të jetë ultra konfidenciale. Pati një heshtje të habitur nga ana tjetër. Robert? Mendoja se ti kishe, dua të them, dëgjova për aksidentin. Thanë se ishe në gjendje të rëndë. Njerëzit dëgjuan atë që gruaja ime donte që ata të dëgjonin, tha Robert thatë. Në fakt, jam shumë më i kthjellët se sa ajo do të donte. Dhe pikërisht për këtë kam nevojë për ty Robert, kaloi 20 minutat e ardhshme duke shpjeguar situatën. Ftohtësinë e Vivianës, dyshimin për aksidentin, lidhjen me Marcel Andonin, përpjekjen për të marrë kontrollin e kompanive të tij. Rodrik dëgjoi gjithçka pa e ndërprerë, vetëm duke bërë shënime mendore si profesionisti me përvojë që ishte. Kur Robert mbaroi, Rodrik lëshoi një fishkëllim të ulët. Është një situatë e komplikuar, Robert. Por jo e pamundur. Do të kem nevojë për akses në shtëpinë tënde, të instaloj disa pajisje vëzhgimi, të regjistroj biseda. A mund ta rregullosh këtë? Robert mendoi për një moment. Zonja Irena del për drek çdo ditë në mesditë. Qëndron jashtë për një orë. Viviana dhe Marcel zakonisht janë në katin e sipërm nga ora 2 deri në 5 pasdite, të mbyllur në zyrë. Mund të vish nesër në këtë orar. Do të lë derën e pasme të hapur. Perfekt, tha Rodrik. Do të kem nevojë gjithashtu për informacione për makinën. Ku është tani? Në depon e kompanisë së sigurimit. Mund të jap adresën dhe të dhënat e aksesit. Bëje këtë. Do të dërgoj një mekanik të besuar të ekzaminojë mjetin. Nëse ka pasur sabotim, do ta zbulojmë. Robert ndjeu një përzierje lehtësimi dhe ankthi. Gjërat po lëviznin. Më në fund, pas javësh duke u ndier i pafuqishëm, ai po vepronte. Dhe Viviana nuk kishte as iden më të vogël. Ditët e ardhshme ishin një valle e kujdesshme gënjeshtrash dhe të vërtetash të fshehura. Gjatë ditës, Robert vazhdonte performancën e tij si njeri i dobët. Mezi lëvizte kur Viviana hynte në dhomë, shtire i hutuar kur zonja Irena i bënte pyetje, i mbante syt mbyllur pjesën më të madhe të kohës. Por natën, pasi të gjithë flinin, ai punonte.
Rishikonte dokumente në celularin e ri, bisedonte me zë të ullët me Rodrikun për përparimet e hetimit, bënte shënime për bisedat që dëgjonte gjatë ditës. Zbuloi se zyra ndodhej drejt për drejt mbi dhomën e tij, dhe se nëse qëndronte shumë i qetë, mund të dëgjonte murmurima të bisedave mes Vivianës dhe Marcelit. Jo gjithçka, por mjaftueshëm për të kuptuar se ata po planifikonin diçka të madhe. Rodrik punoi shpejt. Brenda 2 ditësh, kishte instaluar mikrofona të fshehtë në zyrë, në dhomën e ngrënies dhe në dhomën kryesore. Kamera të vogla u pozicionuan strategjikisht. Gjithçka e lidhur me një sistem që regjistronte 24 orë në ditë, duke dërguar skedarët direkt në një server të sigurt që vetëm Rodrik dhe Robert mund ta aksesonin. Dhe regjistrimet zbuluan tmerre që Robert mezi i përpunonte. Një pasdite të martë, ndërsa shtirej se po flinte, ai dëgjoi përmes sistemit audio një bisedë që i ngriu gjakun. Viviana dhe Marcel ishin në zyrë dhe sapo kishin marrë lajme nga një avokat. Pra, është e konfirmuar? Pyeste Viviana, zëri i plot eksitim të fshehur. Nëse ai vdes ose shpallet i paaft, unë marr gjithçka. Gjithçka, konfirmoi zëri i Marcelit. Kompanit, pronat, llogaritë bankare. Gjithçka kalon tek ti si gruaja ligjore. Dhe pastaj, mirë, ai qeshi lehtë, pastaj bëjmë ndarjen siç e kemi planifikuar. Po nëse zgjohet? Po nëse përmirësohet? Sipas raporteve që mora nga ai mjeku i korruptuar, nuk do të ndodhë. Dhe nëse rastësisht ndodh ndonjë mrekulli, mirë, aksidente ndodhin. Sidomos me njerëz në gjendje të brishtë shëndetësore. Robert ndjeu të përziera. Ata nuk po planifikonin vetëm të vidhnin pasurinë e tij. Po planifikonin të siguroheshin që ai kur të mos mund t'i ndalonte. Dhe mënyra se si Marcel foli për aksidentet ishte tepër e rastësishme, tepër e ftohtë. Sikur ta kishte bërë atë më parë. Biseda vazhdoi dhe Robert dëgjoi detaje se si kishin manipuluar frenat e Mercedesit 3 javë para aksidentit. Marcel njihte një mekanik që punonte në koncesionarin ku Robert bënte kontrollet. Për një shumë bujare, burri kishte instaluar një pajisje që do të bënte sistemin e frenave të dështonte sapo makina të arrinte një shpejtësi të caktuar në rrugë. Ishte menduar të dukej si një aksident mekanik, defekt fabrikimi, diçka e pamundur për t'u gjurmuar. Dhe do të kishte funksionuar nëse Robert nuk do të kishte mbijetuar. Ne ende mund ta rregullojmë këtë, thoshte Marcel tani. Por duhet të jetë shpejt. Çdo ditë që kalon ai mund të zgjohet ose dikush mund të fillojë të dyshojë. Po fëmijët? Pyeti Viviana, por pa asnjë gjurmë shqetësimi amësor në zë. Ishin vetëm pjesë të një loje financiare për të. Ata janë të dobishëm për momentin, u përgjigj Marcel. Trashëgimtar të mitur do të thotë që ti ke kontroll mbi pasurinë e tyre gjithashtu derisa të mbushin 18 vjeç. Kohë e mjaftueshme që ne të investojmë gjithçka në emra të tjerë, t'i transferojmë në llogari offshore. Kur ata të rriten, nuk do të ketë mbetur asgjë gjithsesi. Robert duhej të kafshonte grushtin e tij për të mos bërtitur nga zemërimi. Ata po planifikonin jo vetëm ta vidhnin atë, por edhe Lukasin dhe Marinën. Po planifikonin të ardhmen e fëmijëve të tyre sikur të ishin vetëm numra në një fletë llogaritje. Ishte në atë moment që vendosmëria e Robertit u ngurtësua në diçka të palëkundur. Nuk kishte rëndësi se çfarë do të kushtonte, ai do t'i shkatëronte ata të dy. Ligjërisht, plotësisht, në një mënyrë që kur më të mos mund të lëndonin askën. Ndërkohë, Clarissa dërgonte përditësime ditore përmes celularit. Julia kishte filluar trajtimin dhe mjekët ishin optimistë. Ishte një proces i gjatë dhe i lodhshëm, por vajza ishte e fortë dhe po përgjigjej mirë. Mesazhet e Clarissës ishin plot mirënjohje dhe lot lehtësimi, secili prej tyre duke i kujtuar Robertit pse po e bënte gjithë këtë. Rodrik gjithashtu sillte lajme të mira. Mekaniku i tij kishte ekzaminuar rënojat e Mercedesit dhe kishte gjetur saktësisht atë që po kërkonin. Prova të qarta sabotimi. Pajisja ishte coptuar në aksident, por pjesë të mjaftueshme kishin mbetur të paprekura për të provuar manipulim të qëllimshëm. Dhe akoma më mirë, kishin gjurmuar blerjen e komponentëve specifik deri në një llogari të regjistruar në emër të një kompanie fantazm të kontrolluar nga Marcel. Pjesët e enigmës po bashkoheshin. Robert kishte regjistrime audio që pranonin krimin. Kishte prova fizike nga makina. Kishte dokumentacion financiar që tregonte pagesa të dyshimta.
po ndërtonte një çështje që asnjë avokat, sado i shtrenjtë apo i talentuar, nuk do të mund ta çmontonte. Por ende mungonte diçka. Koha. Ai duhej të priste momentin e saktë për të zbuluar gjithçka. Një moment kur Viviana dhe Marcel do të ishin kaq të sigurt, kaq të zhytur në planet e tyre të liga, saqë rënia do të ishte edhe më shkatëruese. Ai moment erdhi një të enjtë mbrëma, 2 javë pasi Robert ishte zgjuar për herë të parë për Clarisën. Viviana dhe Marcel kishin organizuar një darkë në vil. Jo shumë të ftuar, vetëm disa miq të ngushtë dhe, dyshimisht, një noter dhe 2 avokatë. Robert dëgjoi përmes mikrofonave ndërsa ata bisedonin në dhomën e ngrënies, duke pirë verë të shtrenjtë dhe duke qeshur me zë të larë. Viviana ishte rrezatuese, duke folur se sa e vështirë ishte të kujdesej për burrin e sëmur vetëm, sa barë e madhe ishte të mbante kompanik në funksionim, si kishte nevojë për ndihmë për të marrë vendime ligjore. Avokatët e ngushëllonin, thoshin se ishte plotësisht e kuptueshme që ajo donte të vendoste një prokur të plot, vetëm për të lehtësuar gjërat ndërsa burri ishte i paaftë. Noteri ishte aty për të zyrtarizuar dokumente. Dokumente që do t'i jepnin Vivianës kontroll të plot dhe të parevokueshëm mbi gjithçka që Robert zotëronte. Ishte lëvizja e tyre e fundit. Dhe ata mendonin se kishin fituar. Robert dëgjoi gjithçka nga dhoma, një buzëqeshje e ftohtë u formua në buzët e tij. Rodrik ishte i fshehur në kopsht me një ekip filmimi, duke kapur çdo moment. 2 komisarë të policisë federale ishin në makina diskrete në rrugë, duke pritur sinjalin. Dhe avokati personal i Robertit, Dr. Henrik Malaj, një nga penalistët më të respektuar të vendit, ishte në pozicion me një grumbull dokumentesh që do ta bënin atë darkë të përfundonte në një mënyrë që askush nuk e priste. Robert mori celularin dhe dërgoi një mesazh me vetëm një fjalë te Rodri. Tani. 10 minuta më vonë, zilja e vilës ra. Robert dëgjoi Vivianën të ankojë se kush mund të ishte në një orë kaq të papërshtatshme. Dëgjoi hapat e saj deri te dera. Dëgjoi derën të hapej. Dhe pastaj dëgjoi heshtjen e tronditur që pasoi. Mirëmbrëma, zëri i Dr. Henrikut jehoi nëpër shtëpi. Unë jam Henrik Malaj, avokati i zotit Robert Carli. Dhe këta zotërin këtu janë nga Policia Federale. Kemi një mandat kontrolli dhe sekuestrimi, si dhe disa dokumente që duhet të paraqiten menjëherë. Çfarë po ndodh këtu? U shfaq Marcel, zëri duke u përpjekur të tingëllonte autoritar, por duke dështuar. Çfarë absurditeti është ky? Nuk mund të hyni në një pronë private në këtë mënyrë. Nuk po hym me forcë, u përgjigj komisar Silva me qetësi. Kemi mandate të nënshkruara siç duhet nga një gjykatës federal. Dhe kemi urdhër për të arrestuar Marcel Andonin dhe Viviana Carlin për tentativë vrasjeje, mashtrim dhe komplot për përvetësim pasurie. Zhurma që pasoi ishte kaotike. Viviana duke bërtitur se ishte një gabim, se do t'i padiste të gjithë. Marcel duke u përpjekur të arratisej nga pas, vetëm për t'u kapur nga më shumë policë që kishin rrethuar shtëpinë. Të ftuarit në panik, disa duke u përpjekur të distancoheshin nga situata, të tjerë duke filmuar gjithçka me celular. Dhe atëherë zëri i Dr. Henrikut preu përmes kaosit i qartë dhe autoritar. Ku është Robert Carli? Duhet të flasim me të menjëherë. Ishte atëherë kur Robert vendosi të bënte hyrjen e tij triumfale. Me ndihmën e Rodrikut, i cili kishte hyrë diskretisht nga pas, ai u ngrit nga krevati. I dhimbte. Çdo muskul protestonte, çdo kock ankoi. Por ai ishte në këmbë. Ishte gjallë. Ishte gati. Duke ecur ngadalë por me vendosmëri, i mbështetur vetëm në një bastun, Robert Carli doli nga dhoma e katit të parë dhe u ngjit në 3 shkallët që çonin në hollin e hyrjes. Çdo hap ishte një fitore. Çdo frymëmarrje ishte një deklaratë. Heshtja që ra mbi dhomë kur ai u shfaq ishte absolute. Të gjitha bisedat pushuan. Të gjithë syt u kthyen. Dhe në qendër të gjithçkaje, me fytyrën e zbet nga tmerri absolut, ishte Viviana. Robert, pëshpëriti ajo, zëri ju thye. Ti je, si ti, kur u zgjove? Robert nuk u përgjigj menjëherë. Thjesht kaloi hollin ngadalë, duke lejuar çdo person të pranishëm të përfitente plotësisht faktin se ai jo vetëm që ishte zgjuar, por i kthjellët, i fortë dhe plotësisht në kontroll. U ndal pak metra larg Vivianës, duke shikuar në sytë e gruas me të cilën ishte martuar 10 vjet më parë, gruas që ishte betuar ta donte në gëzim e hidhërim, në shëndet e sëmundje.
Gruas që kishte tentuar ta vriste. U zgjova, tha Robert më në fund, zëri I ulët por I ngarkuar me një emocion të përmbajtur që e bënte ajrin të rëndoj, para 2 javësh. Kohë e mjaftueshme për të dëgjuar çdo fjalë që ti dhe dashnori yt thatë. Çdo plan që bëte. Çdo gënjeshtër që thatë. Viviana u lëkun prapa, duke kërkuar mbështetje në mur. Kjo nuk është, ti nuk mund ta provosh, filloi ajo, por fjalët I vdiqën kur pa dur Henrikun të afrohej me një tablet në duar. Të gjitha bisedat e regjistruara, tha avokati me qetësi. Të gjitha të vërtetuara siç duhet dhe me vlefshmëri ligjore. Përveç provave fizike të sabotimit në automjet. Dëshmi. Dokumente financiare që vërtetojnë pagesa të dyshimta. Kam mjaftueshëm këtu për të garantuar që ju të dy të kaloni një kohë të gjatë në burg duke menduar për zgjedhjet që bëte. Marcel, I prangosur tani nga 2 policë, tentoi një lëvizje të fundit. Kjo ishte gjithçka ideja e saj, bërtiti ai, duke treguar Vivianën. Unë vetëm po bëja atë që ajo më urdhëroi. Ajo më manipuloi. Frikacak, pështyu Viviana, duke zbuluar më në fund natyrën e saj të vërtetë. Pas gjithçkaje që bëm bashk, tani më hedh ujqërve? Policët I ndan para se grindja të përshkallëzohej më tej, duke I çuar secilin në makina të ndryshme. Viviana shikoi Robertin për herë të fundit para se të merrej dhe në atë shikim kishte urrëtie të pastër, helm të distiluar. Do të pendohesh për këtë, fërshëlleu ajo. Do të luftoj për Lukasin dhe Marinën. Do të shkatërroj në gjykata. Kur të mbaroj me ty, nuk do të mbetet asgjë. Robert bëri një hap përpara, duke ju afruar derisa vetëm ata të dy mund të dëgjonin fjalët e tij të ardhshme. Ti kur më nuk do t'u afrohesh fëmijëve të mi. Dhe sa për të më shkatëruar, ti tashmë e ke provuar. 2 herë. Dhe dështove të dyja herët. Nuk do të ketë një shans të tretë. Viviana u mor duke bërtitur kërcënime ndërsa e vendosnin në makinën e policisë. Kur makina e fundit e policisë u zhduk në natën e Tiranës duke marrë me vete Vivianën dhe Marcelin, Robert më në fund lejoi këmbët t'i dorëzoheshin. Ai u mbështet rënd në parmakun e shkallëve, adrenalina që e kishte mbajtur në këmbë gjatë gjithë asaj skene dramatike më në fund u shua, duke lënë pas vetëm dhimbje dhe raskapitje. Dura Henrik ishte I pari që reagoi duke e mbajtur për krahu. Për hir të Zotit, Robert, ti duhet të ishe në krevat. Çfarë mendoje se po bëje? Hakmarrje, u përgjigj Robert me një buzëqeshje të lodhur. Dhe drejtësi. Kryesisht drejtësi. Rodrik u shfaq nga korridori duke mbajtur pajisje regjistrimi. Morëm gjithçka, Robert. Çdo sekond u dokumentua. Ata nuk kanë si të mohojnë asgjë. Është një çështje e mbyllur. Robert tundi kokën, por mendja e tij ishte tashmë diku tjetër. Lukas dhe Marina. Fëmijët po flinin në katin e sipërm, të pavetëdijshëm për të gjithë dramën që ishte shpalosur. Si do t'ua shpjegonte atyre se nëna e tyre kishte tentuar të bënte diçka kaq të tmerrshme? Si t'i mbronte nga e vërteta pa gënjur? Nesër do të fillojmë të punojmë në aspektet ligjore, tha Henrik, duke ndihmuar Robertin të kthehej në dhomën e katit të parë. Kujdestari e plotë e fëmijëve, divorci, urdhra mbrojtjeje. Viviana nuk do t'ju afrohet më juve apo fëmijëve tuaj kurrë. Mund të jeni I sigurt për këtë. Po për kompaninë? Pyeti Robert, duke lejuar avokatin ta ndihmonte të shtrihej përsëri në krevat. A arritën të bënin diçka para se të arrestoheshin? Asgjë që nuk mund të kthehet mbrapsht. Disa dokumente u nënshkruan, por të gjitha nën pretekstin e mashtrimit. Do të anullojmë secilin prej tyre. Perandoria jote është e sigurt, Robert. Faleminderit Zotit që u zgjove kur u zgjove. Robert mbylli syt për një moment duke lejuar atë informacion të depërtonte. Kishte mbaruar. Më në fund kishte mbaruar. Viviana dhe Marcel ishin në burg. Përpjekjet e tyre për të vjedhur gjithçka kishin dështuar. Fëmijët ishin të sigurt. Por diçka ende I rëndonte në zemër. Një shqetësim që nuk kishte të bënte me para, kompani apo hakmarrje ligjore. Clarissa, tha ai papritur duke hapur sy. A e telefonoi dikush? Ajo duhet të di se gjithçka është në rregull, se mund të kthehet në punë pa frikë. Rodrik tashmë po formonte numrin në celular. Do ta telefonoj tani dhe do t'i tregoj gjithçka.
Ndërsa Rodrik doli për të bërë telefonatën, dërë Henrik rregulloi dokumentet në çantën e tij prej lëkure. Ti je një njeri me fat, Robert. Jo vetëm që i mbijetove aksidentit, por gjete aleat besnik kur kishe më shumë nevojë. Kjo shërbëtore, Clarissa, ajo rrezikoi punën për të të ndihmuar. Dhe ai hetues është një nga më të mirët që kam parë duke punuar. Robert tundi kokën. E di. Dhe do t'i shpërblej siç duhet. Por kryesisht Clarissën. Pa vajzën e saj, ai u ndal, zëri i ngeci pak, pa Julian, unë ndoshta kur nuk do të isha zgjuar vërtet. Ose ndoshta do të isha zgjuar tepër vonë. Avokati e studioi me kuriozitet. Ti flet për këtë fëmijë në një mënyrë të veçantë. Vajza e shërbëtores. Ajo më kujtoi se çfarë ka vërtet rëndësi, shpjegoi Robert. Kur pash vuajtjen e Clarissës, kur kuptova se ajo ishte e gatshme të sakrifikonte gjithçka për vajzën e saj, kuptova se unë e kisha humbur atë fokus. Isha bërë aq i fiksuar pas ndërtimit të perandorisë, pas fitimit të parave, pas ruajtjes së aparencave, saqë kisha harruar thjesht të isha baba. Të doja thjesht fëmijët e mi pa kushte. Është një mësim i vlefshëm, u pajtua Dërë. Henrik. Dhe kur nuk është vonë për të rifilluar. Pasi të gjithë u larguan, pasi shtëpia më në fund mbeti përsëri e heshtur, Robert qëndroi zgjuar, duke shikuar tavanin. Vila dukej ndryshe tani. Më e lehtë. Sikur prania toksike e Vivianës dhe Marcelit të kishte qenë një mjegull helmuese që më në fund ishte shpërndar, duke lejuar ajrin e pastër të qarkullonte përsëri. Ai mendoi për fëmijët që flinin lart, të pafajshëm dhe të brishtë. Mendoi se si do të ishte biseda që do të kishin në mëngjes. U përpoq të imagjinonte fjalët e duhura për të shpjeguar se mami nuk do të jetonte më me ta, se kishte bërë gjëra të këqija dhe duhej të qëndronte larg për një kohë. Si ti bësh një fëmijë 6 dhe një 4 vjeçar të kuptojnë tradhtin, tentativën e vrasjes, lakmin? Ndoshta nuk duhej të shpjegonte gjithçka tani. Ndoshta mund të përqendrohej vetëm te dashuria, te siguria, te premtimi se tani e tutje gjërat do të ishin ndryshe. Më të mira. Gjumi më në fund e gjeti disa orë para agimit, një gjumë pa ëndra, i thellë dhe çlodhës për herë të parë pas javësh. U zgjua me tingullin e të qeshurave fëminore. Për një moment, i çorientuar, nuk e dinte se nga vinin. Pastaj kuptoi, ishin Lukas dhe Marina në korridor menjëherë jashtë dhomës. Dhe kishte një të qeshur të tretë, më të ndrojtur, që e njohu menjëherë. Julia. Robert u ngrit me kujdes duke injoruar dhimbjet e mbetura dhe hapi derën. Skena që gjeti ja shkryu zemrën. 3 fëmijët ishin ulur në dyshemen e mermer, të rrethuar nga bloqe ndërtimi me ngjyra. Lukas po ndërtonte një kull shumë të lartë, Marina e dekoronte me pjesët më të bukura dhe Julia me kukullën e saj prej lecke pranë, duartrokiste çdo shtesë me entuziazëm. Dhe pranë tyre, duke vëzhguar me një buzëqeshje të lodhur por të lumtur, ishte Clarissa. Zoti Robert, tha ajo, duke u ngritur shpejt kur e pa. Më falni për rrëmujën. Solla Julian sepse nuk kisha me këta lija në spital sot dhe fëmijët ishin zgjuar dhe ata filluan të luanin dhe unë nuk doja t'i ndërprisja sepse ajo ndaloi së foluri nervozisht kur pa buzëqeshjen në fytyrën e tij. Gjithçka është perfekte, Clarissa. Lëri të luajnë. Lukas ishte i pari që vuri re baban në derë. Babi. Bërtiti ai duke lënë bloqet dhe duke vrapuar drejt tij. Ti je në këmbë. Je më mirë. Robert u gjunjëzua duke hapur krahët dhe Lukas u hodh mbi të me një forcë të mjaftueshme sa gati ta rrëzonte. Marina erdhi menjëherë pas duke përqafuar baban nga ana tjetër dhe Robert i mbajti sikur jeta e tij të varej nga ai përqafim. Dhe në një farë mënyre varej. Jam më mirë, murmuriti ai kundër flokëve të butë të fëmijëve. Jam shumë më mirë tani. Mami do të kthehet? Pyeti Marina me pafajësinë shkatëruese të një fëmije. Ajo iku natën dhe nuk tha lam të mirë. Robert shikoi Clarissën, e cila i shmangu syt me delikatesë, duke i dhënë hapësirë për të përgjigjur. Ai mori frym thellë dhe vendosi për të vërtetën e thjeshtë, të përshtatur për mendje të reja. Mami duhej të ikte për një kohë, dashuria ime. Ajo bëri disa gjëra që nuk ishin të mira dhe duhet të mendoj për to, por ju keni babin dhe do ta keni gjithmonë. Dhe do të keni edhe teze Clarissën dhe Julian. Do të kujdesemi të gjithë për njëri tjetrin, në rregull?
Marina e mendoi këtë për një moment para se të tunte kokën, me sa duket e kënaqur me shpjegimin. Lukas, më i madh dhe më perceptues, rudhi ballin. Mami ishte e keqe me ty, babi? Prandaj u sëmure? Robert hezitoi. Po, bir. Mami nuk ishte e mirë me babin. Por nuk dua që ti të shqetësohesh për këtë tani. Dua që ti të jesh fëmijë, të luash, të jesh i lumtur. Lëri gjërat e komplikuara të rriturve tek unë, në rregull. Lukas tundi kokën, por sytë e tij zbulonin një kuptim përtej viteve të tij. Ai e dinte se diçka e madhe kishte ndodhur. Ndoshta jo të gjitha detajet, por e dinte se familja kishte ndryshuar në një mënyrë themelore. Julia, e cila kishte vëzhguar gjithë atë shkëmbim me sy të zgurdulluar, u ngrit dhe eci me ndrojtje drejt Robertit. Ajo i zgjati kukullën e saj prej lecke të vjetër, duke ja ofruar sikur të ishte thesari më i çmuar në bollë. Që xhaxhi të bëhet më mirë, pëshpëriti ajo me zërin e hollë të 4 vjeçares. Kukulla ndihmon kur je i trishtuar. Robert ndjeu syt t'i digjinin. E mori kukullën me kujdes, sikur të ishte prej kristali, dhe e mbajti kundër gjoksit. Shumë faleminderit, Julia. Ajo vërtet më ndihmoi të ndihem më mirë. Julia buzëqeshi, e kënaqur, dhe u kthye me vrap te bloqet. Marina dhe Lukas e ndoqën, dhe brenda pak sekondash 3 fëmijët ishin përsëri të zhytur në ndërtimin e kullave me ngjyra, duke qeshur dhe duke garuar se kush do të ndërtonte më të lartën. Clarissa ju afrua Robertit, duke fshirë lotët diskretisht. Faleminderit, pëshpëriti ajo. Për gjithçka. Për Julian, për mundësitë, për besimin tek unë kur askush tjetër nuk besonte. Ti më shpëtove jetën, Clarissa. Fjalë për fjalë. Nëse nuk do të ishe ti dhe vajza jote, unë ndoshta kur nuk do të kisha gjetur forcën për të luftuar përsëri. Jam unë ai që duhet të të falenderoj. Ata qëndruan në heshtje për një moment, duke vëzhguar fëmijët që luanin. Kishte diçka thellësisht të drejtë në atë skenë. Një harmoni që Robert nuk e ndjente në shtëpinë e tij prej vitesh, ndoshta kurrë. Clarissa, tha ai papritur, një ide po i formohej në mendje. E di që ti punon këtu vetëm gjatë ditës. Por si do të ndiheshe për, ai hezitoi, duke kërkuar fjalët e duhura, për të qenë pjesë e kësaj familjeje vërtet? Jo vetëm si shërbëtore, por si dikush që jeton këtu, që ndihmon në rritjen e fëmijëve, që është një prani e vazhdueshme në jetën e tyre? Clarissa e shikoi, e hutuar. Nuk kuptoj, zoti Robert. Po më ofroni të jetoj këtu? Po ofroj më shumë se kaq. Po ofroj një vend. Për ty dhe për Julian. Kjo shtëpi është shumë e madhe për mua dhe 2 fëmijë. Duhet të mbushet me dashuri, me të qeshura, me njerëz që kujdesen vërtet për njëri tjetrin. Ti dhe Julia jeni pjesë e kësaj tani. Lotët e Clarissës shpërthyen atëherë, pa turp, duke i rrjedhur në përfaqe, ndërsa ajo përpiqej të përpunonte atë që po i ofrohej. Por unë nuk mund të pranoj lëmosh, zoti Robert. Unë duhet të punoj, të fitoj jetesën time. Robert tundi kokën. Nuk është lëmosh, Clarissa. Ti do të vazhdosh të punosh. Do të kujdesesh për shtëpinë, për fëmijët, do të ndihmosh në administrimin e gjithçkaje këtu. Por do ta bësh këtë si pjesë e familjes, jo si shërbëtore. Me pak të drejtë, respekt dhe një shtëpi të vërtet për ty dhe vajzën tënde. Clarissa mbuloi fytyrën me duar, shpatullat i dridheshin. Kur më në fund arriti të fliste, zëri i dilte i ndërprer nga emocioni. Nuk di çfarë të them. Është më shumë se sa kam ëndërruar ndonjëherë të kem. Një vend i sigurt që Julia të rritet, një punë e denjë, një familje, ajo u ndal, duke shikuar fëmijët që luanin. Një familje e vërtetë. Atëherë thuaj po, buzëqeshi Robert. Thuaj se do të qëndrosh. Se do të ndihmosh ta bësh këtë shtëpi përsëri një shtëpi. Po, tha më në fund Clarissa, duke buzëqeshur përmes lotëve. Po, ne qëndrojmë. Unë dhe Julia, ne qëndrojmë. Lukas, i cili kishte dëgjuar një pjesë të bisedës, la përsëri bloqet dhe erdhi me vrap. Julia do të jetoj këtu me ne? Pyeti ai, syt i shkëlqenin nga entuziazmi. Dhe tezja Clarissa gjithashtu? Nëse ju doni, konfirmoi Robert. Çfarë mendoni? Përgjigja erdhi në formën e përqafimeve entuziaste dhe britmave të gëzimit. Marina kërcente rreth Julias, duke i kapur dorën dhe duke e tërhequr për të parë dhomën që mund të ndanin nëse donin.
Lukas tashmë po bënte plane se çfarë lodrash mund të ndanin, çfarë lojërash mund t'i mësonin shoqes së re. Dhe në mes të atij kaosi të zhurmshëm dhe të gëzueshëm, Robert kapi shikimin e Clarisës. Kishte mirënjohje aty, por edhe diçka më shumë. Një njohje. Një kuptim i ndërsjellë se të dy kishin gjetur diçka që as nuk e dinin se po e kërkonin. Një shans të dytë. Për të gjithë ata. Ditët që pasuan ishin një vorbull përshtatjesh dhe ndryshimesh. Clarisa dhe Julia u transferuan në një nga dhomat e miqve në katin e dytë, një dhomë e gjerë me pamje nga kopshti që Clarisa e dekoroi me perde të thjeshta dhe foto familjare. Julia fitoi një krevat të ri, një tavolinë shkrimi me ngjyra dhe rafte plot me libra fëmijësh që Robert bëri çmos t'i blinte personalisht. Fëmijët u përshtatën me dinamikën e re me lehtësinë natyrale të fëmijërisë. Lukas mori rolin e vëllait të madh mbrojtës, duke i mësuar Julias të ngiste biçikletën në kopsht dhe duke e mbrojtur kur ajo bëhej e ndrojtur pranë të huajve. Marina gjeti tek vajza një shoqe për lojrat e saj me shtëpi dhe lojrat e saj të imagjinatës. Brenda pak ditësh, ishte e pamundur të imagjinoje atë shtëpi pa të qeshurat e 3 fëmijëve që jehonin nëpër korridore. Për Robertin, rikuperimi fizik ishte gradual por i vazhdueshëm. Filloi me ecje të shkurtra nëpër kopsht, i mbështetur nga Clarisa. Pastaj seanca fizioterapie që zonja Irena i mbikëqyrte me rigorozitet amësor. Brenda 2 javësh, ai tashmë mund të ngjiste shkallët pa ndihmë. Brenda 1 muaji, po ngjiste përsëri makinën, megjithse kujtimi i aksidentit ende e bënte të shtrëngonte timonin më fort se sa duhej në kthesa. Dhe përmes gjithë kësaj, proceset ligjore përparonin. Dre Henrik ishte i pamëshirshëm në kërkimin e drejtësisë. Viviana dhe Marcel u akuzuan zyrtarisht për tentativë vrasjeje të kualifikuar, mashtrim, komplot dhe një listë krimesh të tjera që do të garantonin se do të kalonin vite larg shoqërisë. Divorci u procesua në kohë rekord, me Robertin që fitoi kujdestarinë e plot të Lukasit dhe Marinës. Viviana as nuk u përpoq të luftonte. Avokati i saj e këshilloi se çdo përpjekje për të pretenduar të drejta prindërore vetëm do të përkeqësonte situatën e saj penale. Marcel, duke u përpjekur të zvogëlonte dënimin e tij, dorëzoi të gjitha detajet e ndyra të planit. Si ai dhe Viviana kishin filluar lidhjen muaj para aksidentit. Si ajo ishte martuar me Robertin kryesisht përpara që në fillim, vetëm duke fshehur mirë qëllimet e saj të vërteta. Si kishin planifikuar çdo detaj të sabotimit, çdo hap për të marrë kontrollin e pasurisë. Zbulimet ishin të dhimbshme, por edhe çliruese. Robert më në fund pa me qartësi të plot përbindëshin që kishte sjell brenda jetës së tij dhe jetës së fëmijëve të tij. Dhe falenderoi Zotin që kishte shpëtuar në kohë. Por jo gjithçka kishte të bënte me të kaluarën dhe drejtësinë. Kishte gjithashtu të ardhmen për t'u ndërtuar. Një pasdite të shtunë, rreth 2 muaj pas arrestimit të Vivianës, Robert mblodhi të gjithë në dhomën e ndenjes. Clarisa ishte nervoze, duke menduar se kishte bërë diçka gabim. Julia fshihej pas nënës së saj, duke mbajtur kukullën e saj. Lukas dhe Marina u ulën në divan, kurioz. Robert u pozicionua në qendër të dhomës, duke mbajtur një zarf të madh. Ai e kishte provuar atë fjalim disa herë, por tani që kishte ardhur momenti, fjalët dukeshin të pamjaftueshme. Doja t'ju mblidhja të gjithëve sepse, filloi ai, sepse duhet të them diçka të rëndësishme. Këta muajt e fundit kanë qenë më të vështirët e jetës sime. Por gjithashtu kanë qenë më zbuluesit. Kam mësuar se cilët janë njerëzit që vërtet kujdesen për mua. Kam mësuar se çfarë do të thotë familje e vërtetë. Ai shikoi se cilin prej tyre para se të vazhdonte. Clarisa, ti hyre në këtë shtëpi si shërbëtore. Por u bëre shumë më tepër se kaq. U bëre personi të cilit i besoj për t'u kujdesur për fëmijët e mi. Personi që e mban këtë shtëpi në funksionim. Gruaja që më mësoi se mirësia dhe besnikëria vlen më shumë se çdo pasuri. Clarisa u skuq, e sikletosur nga lavdërimet, por Robert ngriti dorën duke i kërkuar ta linte të mbaronte. Dhe Julia, ajo vajzë e vogël trime që po lufton betejën e saj me kaq forcë. Ti më tregove se çfarë do të thotë këmbëngulje. Çfarë do të thotë të kesh besim edhe kur gjithçka duket e humbur. Ai u gjunjëzua para 3 fëmijëve duke hapur zarfin. Brenda kishte dokumente që kishte kaluar javë duke i përgatitur me ndihmën e Dre Henrikut. Për këtë arsye do të doja të bëja një kërkesë.
Julia, a I shikoi drejt për drejt vajzën e ndrojtur, a do të pranoje që unë të jem kumbari yt? Jo vetëm në kuptimin fetar, por në kuptimin e të qenit dikush që gjithmonë do të kujdeset për ty, do të mbrojë, do të garantoj se ke gjithçka që të nevojitet për të rritur e lumtur dhe e shëndetshme? Julia shikoi nënën e saj, e pasigurt. Clarissa kishte përsëri lot në sy, duke tundur kokën inkurajuese. Vajza u kthye përsëri te Robert dhe tundi kokën, një buzëqeshje e ndrojtur I ndriçoi fytyrën e vogël. Dhe Clarissa, vazhdoi Robert, duke u ngritur dhe duke shikuar gruan që ishte bërë kaq thelbësore në jetën e tij, e di që të pëlqen të punosh, të kesh pavarësinë tënde. Por dua të ofroj diçka më shumë. Dua të krijoj një fond besimi për Julian, që do të garantoj se ajo do të ketë arsimin më të mirë, trajtimin mjekësor më të mirë, gjithçka që I nevojitet për gjithë jetën. Dhe për ty, dua të ofroj jo vetëm një pagë, por një përqindje të kompanive të mia, dua të jesh ortake, jo shërbëtore. Dua të kesh siguri financiare për gjithë jetën. Clarissa u zbeh plotësisht. Zoti Robert, unë nuk mund ta pranoj këtë. Është tepër, është absurde, unë kur, filloi të protestonte ajo, por Robert u tëndi kokën me vendosmëri. Ti më shpëtove jetën, Clarissa. Fjalë për fjalë. Nëse nuk do të ishe ti, Viviana dhe Marcel do t'ja kishin dalë. Unë do të isha I vdekur ose më keq. Fëmijët e mi do të ishin rritur në duart e asaj gruaje mizore. Ti meriton çdo qindark, çdo mundësi që po ofroj. Dhe më shumë. Nëse do të ishit në vendin e Robertit, a do të kishit bërë të njëjtën gjë për Clarissën dhe Julian? Apo do të kishit vepruar ndryshe? Na tregoni në komente. Fëmijët, duke ndjerë rëndësinë e momentit edhe pa kuptuar të gjitha detajet, qëndruan të qetë. Ishte Marina ajo që theu heshtjen, zëri I saj I ëmbël që mbushte dhomën. Kjo do të thotë që Julia është motra ime e vërtet tani? Robert buzëqeshi, duke marrë të bien në krah. Do të thotë se jemi të gjithë një familje e vërtet tani. Mund të mos jetë në mënyrën tradicionale, por është e vërtetë. Është e bazuar në dashuri, besim dhe kujdes të ndërsjellë. Dhe kjo është më e fortë se çdo lidhje gjaku. Lukas u hodh nga divani dhe përqafoi Julian, e cila më në fund doli nga pas nënës së saj dhe ja ktheu përqafimin. Marina I u bashkua atyre, duke krijuar një grumbull të zhurmshëm fëmijësh që qeshnin dhe përqafoheshin. Clarissa më në fund u dorëzua, duke pranuar dokumentet nga duart e Robertit me duart të dridhura. Nuk di si të falenderoj, pëshpëriti ajo. Kur në jetë nuk e kam imagjinuar të kem këtë mundësi, këtë fat. Nuk është fat, e korrigjoi Robert me butësi. Është ajo që ti meriton. Dhe është ajo që unë duhet të bëj për të ndjerë përsëri njeri. Viviana gati më shndërroi në dikë të ftohtë, të përqendruar vetëm në shifra dhe biznese. Ti më kujtove se njerëzit kanë rëndësi. Se mirësia ka rëndësi. Se familja është më shumë se mbiemër dhe atënë. Atë natë, për herë të parë pas vitesh, vila e Robert Carlet në blok vërtet u duk si një shtëpi. Ata darkuan së bashku në kuzhinë, jo në dhomën formale të ngrënies që Viviana gjithmonë këmbëngulte. Hëngrën pica që Robert porositi, duke qeshur ndërsa Julia përpiqej të hante një fetë më të madhe se koka e saj, ndërsa Lukas dhe Marina garonin se kush do të bënte fluskën më të madhe të çamçaksit. Clarissa u relaksua për herë të parë, duke e lejuar veten të qeshte hapur, të bënte shaka, të ishte pjesë e asaj gëzimi në vend që të vëzhgonte vetëm nga prapaskenat. Kishte diçka magjike në atë kuzhinë të ndriçuar, me muret e saj të verdha dhe dollapët e saj prej druri, ku 4 njerëz dhe 3 fëmijë po ndërtonin diçka të re nga e para. Pas darkës, Robert u lexoi fëmijëve. Të 3 u grumbulluan në krevatin king size të dhomës kryesore, të cilin ai më në fund kishte filluar ta përdorte përsëri pasi Viviana u hoq nga jeta e tij. Ai lexoi histori aventurash, dragonish dhe princeshash, heroish që shpëtonin ditën dhe zuzarësh që mposhteshin. Por historia e preferuar e Julias ishte për një far të vogël që e mbjell në tokë pjellore, rritej dhe bëhej një pemë e fortë dhe e bukur që ofronte hije dhe fruta për të gjithë përreth. Robert e lexoi atë histori 3 herë, derisa sytë e vegjël të fëmijëve më në fund filluan të pulsonin nga gjumi. Clarissa u shfaq në derën e dhomës për t'i çuar në krevat, por Robert I bëri një shenjë që të mos I zgjonte. Lëri të flen këtu sot, pëshpëriti ai. Kemi krevate sa të duash në këtë shtëpi të madhe. Nuk ka nevojë të jetë gjithçka formale gjatë gjithë kohës.
Clarissa buzëqeshi dhe tundi kokën, duke mbuluar 3 fëmijët me një jorgan të butë. Ata u strukën pranë njëri tjetrit si kotele, Julia me kukullën e saj të shtrydhur mes saj dhe Marinës, Lukas duke gërhitur butësisht tashmë thellësisht në gjumë. Robert dhe Clarissa dolën nga dhoma në heshtje, duke lënë vetëm një dritë nate të ndezur. Në korridor, ajo u kthye drejt tij me një shprehje serioze. Zoti Robert, duhet t'ju pyes diçka. Dhe dua të jeni i sinqert me mua. Sigurisht, mund të pyesësh çfarë të duash. Ajo hezitoi para se të vazhdonte. E gjithë kjo që po bëni, nuk është vetëm për mirënjohje, apo jo? Nuk është vetëm sepse unë ndihmova? Sepse nëse është, ajo mori frymë thellë, unë duhet ta di. Duhet të di nëse kjo është e përhershme apo nëse një ditë do të zgjoheni dhe do të kuptoni se nuk keni më nevojë për ne. Robert e shikoi Clarissën për një moment të gjatë, duke parë brishtësinë në sytë e saj, frikën se gjithë kjo ishte tepër e përkohshme, tepër e mirë për të qenë e vërtetë. Ai kuptoi atëherë se duhej të ishte plotësisht i sinqert me të, jo vetëm për mirënjohjen, por për gjithçka që ndjente. Clarissa, filloi ai, duke zgjedhur çdo fjalë me kujdes, do të jem i sinqert me ty sepse ti meriton sinqeritet. Në fillim, po, ishte mirënjohje. Ti më shpëtove jetën, shpëtove fëmijët e mi nga rritja me një nën toksike. Të kisha borxh gjithçka. Por muajt e fundit, duke të vëzhguar me fëmijët, duke parë se si e shndërron këtë shtëpi të ftohtë në një shtëpi, si kujdesesh për çdo detaj, çdo person me kaq shumë dashuri. Ai u ndal, duke kërkuar guxim për të vazhduar. Kjo u bë shumë më tepër se mirënjohje. Çfarë po përpiqesh të thuash? Përshpëriti Clarissa, zemra i përshpejtoi. Robert kaloi dorën nëpër flok, një gest nervoz që ajo tashmë e kishte mësuar ta njihte. Po them se në një far pike, pa e kuptuar saktësisht kur, fillova të admiroj jo vetëm si dik që punon këtu, por si grua. Si person. Po them se zgjohem në mëngjes me padurim për të dëgjuar zërin tënd. Se dita ime bëhet më e lehtë kur ti buzëqesh. Se kur shikoj të ardhmen, nuk mund ta imagjinoj pa ty dhe Julian në të. Clarissa vuri dorën në mur për t'u mbështetur, duke përpunuar ato fjalë. Zoti Robert, filloi ajo, por ai ngriti dorën butësisht. E di që është e komplikuar. E di që sapo dola nga një martesë katastrofike. E di që ti punon për mua dhe se kjo mund të duket si një dinamik e çuditshme pushteti. Nuk po kërkoj asgjë tani, Clarissa. Vetëm po tregohem i sinqert për ndjenjat e mia, ti ke gjithë të drejtën të më shohësh vetëm si shef, si mik, si dikush që ndihmoj vajzën tënde. Nuk do të bëj presion, nuk do t'i bëj gjëra të pakëndshme. Por kur pyete nëse kjo është e përhershme, duhet të dish se përgjigja është po. Me ose pa ndonjë gjë romantike mes nesh, ti dhe Julia keni një vend në këtë familje për gjithmonë. Lotët u kthyen në sytë e Clarissës, por këtë herë ishin ndryshe. Jo vetëm nga trishtimi apo mirënjohja, por nga diçka më komplekse, më e thellë. Edhe unë ndjej diçka, pranoi ajo me zë të ulët. Nuk e di mirë se çfarë është ende, gjithçka është shumë e freskët, shumë intensive. Por kur të shikoj ty, nuk shoh vetëm shefin. Shoh burrin që shpëtoi vajzën time pa menduar 2 herë. Babain e përkushtuar që u lexon histori fëmijëve derisa t'i zër gjumi. Burrin që e shndërroi shtëpinë e tij në një shtëpi të vërtetë. Ajo fshiu lotët. Por kam frikë, zoti Robert. Frikë se është shumë herët se po ngatërojmë mirënjohjen me diçka tjetër. Robert tundi kokën, duke e kuptuar plotësisht. Atëherë le t'i marrim gjërat shtruar. Pa nxitim, pa presion. Le të lëm kohën të tregoj se çfarë është kjo vërtet. Le të përqendrohemi te fëmijët, te ndërtimi i kësaj familjeje të çuditshme dhe të bukur që po krijojmë. Dhe nëse një ditë bëhet diçka më shumë, do të ndodhë natyrshëm. Është në rregull kështu? Clarissa buzëqeshi përmes lotëve. Është në rregull kështu. Ata qëndruan në korridor për disa minuta të tjera, duke biseduar për gjëra më të vogla, më të lehta. Se si Julia po i përgjigjej trajtimit, si Lukas po ecte mirë në shkollë, si Marina kishte kërkuar të merrte mësime baleti. Biseda normale, të përditshme, lloji i bisedave që bëjnë familjet. Dhe u ndjen ngushëlluese, e drejtë. Kur më në fund u përshëndetën për të shkuar në dhomat e tyre përkatëse, Robert ndjeu një lehtësi në gjoks që nuk e kishte provuar prej vitesh. Nuk ishte vetëm lehtësim që kishte shpëtuar nga Viviana. Ishte shpresë.
shpresë se ardhmja mund të ishte më e mirë se çdo gjë që kishte provuar në të kaluarën. Muajt që pasuan sollën ndryshime delikate por domethënëse në dinamikën e shtëpisë. Robert dhe Clarissa zhvilluan një rutinë të rehatshme, duke ndarë përgjegjësitë prindërore në mënyrë natyrale. Ajo zgjohej herët për të përgatitur mëngjesin ndërsa ai ndihmonte fëmijët të visheshin për shkollë. Ai merrte përsipër detyrat e mbrëmjes, banjen e fëmijëve dhe historitë para gjumit, ndërsa ajo organizonte shtëpinë dhe përgatiste gjithçka për ditën tjetër. Por kishte edhe momente vetëm për ta. Kafe të pira së bashku në kuzhinë pasi fëmijët shkonin në shkollë, biseda të gjata në verandë për ëndrat dhe frikërat, të qeshura të ndara për prapësitë e fëmijëve. Ngadalë, me kujdes, diçka po rritej mes tyre. Diçka që asnjëri prej tyre nuk nxitonte ta emërtonte, por që të dy e ndjenin duke lulëzuar. Gjyqi i Vivianës dhe Marcelit u zhvillua 6 muaj pas arrestimeve. Ishte një ngjarje mediatike që pushtoi titujt e gazetave në Tiranë për javë të tëra. Çifti i zuzarve milioner, siç i pagëzoi shtypi, provuan disa mbrojtje. Viviana pretendoi çmenduri të përkohshme, Marcel u përpoq t'ia hidhte gjithë fajin asaj, të dy punësuan avokatët më të shtrenjtë që mundën të gjenin. Por asgjë nuk funksionoi. Provat ishin dërmuese. Regjistrimet audio ishin të qarta. Raportet teknike të makinës ishin të pagabueshme. Juris ju deshën vetëm 3 orë për të kthyer me vendimin, fajtor për të gjitha akuzat. Robert ndoqi leximin e dënimit nga fundi i sallës së gjyqit, Clarissa pranë tij duke i mbajtur dorën. 15 vjet për Vivianën. 18 për Marcelin, sepse ishte ekzekutori kryesor i planit. Ata do të duhej të kryenin të paktën gjysmën para se të kishin të drejtë për lirim me kusht. Kur Vivianën e morën të prangosur nga salla, ajo kërkoi Robertin me sy. Kishte ende urrejtje aty, por edhe diçka që mund të ishte pendim, megjithse ai dyshonte se ajo ishte e aftë për një ndjenjë kaq të thellë. Ai nuk ja shmangu shikimin. Mbajti kontaktin vizual derisa ajo u zhduk nga dera, një lamtumir e heshtur për kapitullin më të errët të jetës së tij. Jashtë, në shkallët e gjykatës, gazetarët i rrethuan. Robert bëri një deklaratë të shkurtër dhe dinjitoze, duke folur për drejtësinë që u vu në vend, për mbrojtjen e fëmijëve, për rëndësinë e besimit të njerëzit e duhur. Ai nuk përmendi detaje të ndyra, nuk u ul në nivelin e sensacionalizmit. Thjesht tha të vërtetën e tij dhe u largua. Në makinë, duke u kthyer në shtëpi, Clarissa më në fund theu heshtjen. Si ndihesh? Robert mendoi për një moment para se të përgjigjej. I lehtësuar. I raskapitur. Por kryesisht, ai u kthye ta shikonte, kryesisht mirënjohës. Që mbijetova. Që të gjeta ty dhe Julian. Që kam një shans të dytë t'i bëj gjërat siç duhet. Atë natë, festuan në shtëpi me një darkë të veçantë. Asgjë ekstravagante, vetëm ushqimi i preferuar i secilit i përgatitur me dashuri. Makarona për Lukasin, copza pule në formë dinosauri për Marinën, oriz me fasule të bërë saktësisht siç i pëlqente Julias. Dhe për të rriturit, një verë e kuqe që Robert e kishte ruajtur për një rast të veçantë. Fëmijët shkuan në krevat më herët, të lodhur nga një ditë në shkollë dhe nga eksitimi i një darke jashtë rutinës. Robert dhe Clarissa qëndruan në verandë, duke vëzhguar dritat e Tiranës që vezullonin në distancë, secili i humbur në mendime. Ishte Clarissa ajo që foli e para. Julia më pyeti diçka sot, tha ajo butësisht. Për ty Robert u kthye, kurioz. Çfarë pyeti? Ajo donte të dinte nëse ti do të ishe babai i saj i vërtet një ditë. Jo kumbari, jo xhaxhi Robert, por baba. Zemra e Robertit bëri një rrahje të fortë. Dhe çfarë ju përgjigje? Clarissa buzëqeshi, syt i shkëlqenin nga drita e butë e fenerëve të verandës. I thash se ndonjëherë familjet formohen në mënyra të ndryshme. Se dashuria nuk ka nevojë për certifikata apo letra zyrtare për të qenë e vërtetë. Dhe se ti tashmë kujdesesh për të sikur të ishte vajza jote, kështu që në të gjitha mënyrat që kanë rëndësi, ti tashmë je. Robert ndjeu emocionin t'i shtrëngonte fytin. Po ti? Pyeti ai, duke bërë më në fund pyetjen që e kishte shmangur prej muajsh. Si më sheh ti, Clarissa? Ende jam vetëm shefi që të ndihmoj? Apo jam diçka më shumë? Clarissa vuri gotën e verës më njanë dhe u kthye plotësisht drejt tij. Muajt e fundit të kam vëzhguar me fëmijët. Kam parë se si luan me ta pa u shqetësuar se rrobat e tua të shtrenjta bëhen pis.
Kam parë se si dëgjon çdo histori të kotë që ata tregojnë sikur të ishte gjëja më e rëndësishme në botë. Kam parë se si qanë fshehurazi kur mendon se askush nuk po të shikon, sepse ende po përpunon gjithçka që ke kaluar. Ajo mori frymë thellë. Dhe në një farë pike, ndalova së të parit si shef. Madje ndalova së të parit si mik. Fillova të shoh si ajo ndal duke kërkuar fjalën e duhur si dik që dua. Nuk e di kur ndodhi saktësisht. Ndoshta ishte graduale. Por është e vërtet, Robert. Shumë e vërtet. Robert nuk mundi të përmbahej më. Ai mbylli distancën mes tyre dhe e puthi butësisht në fillim, pastaj me më shumë intensitet dhite vetmie dhe dhimbje që laheshin nga ai moment lidhjeje të pastër. Clarissa ja ktheu puthjen me të njëjtin intensitet, krahët e saj rrethuan qafën e tij, duke e lejuar më në fund të ndjente gjithçka që kishte mbajtur brenda. Kur më në fund u ndan, të dy ishin pa frymë, duke buzëqeshur si adoleshent. Kjo ishte, filloi Robert. U vonua shumë, e plotsoi Clarissa duke qeshur. Ata u puthën përsëri, këtë herë më ngadalë, duke shijuar momentin. Nuk kishte nxitim. Nuk kishte më frikë. Vetëm siguria se kishin gjetur diçka të çmuar në vendin më të pamundur. Muajt u shndërruan në vite dhe familja jo konvencionale që kishin ndërtuar lulëzoi. Lukas u arrit dhe u bë një djalë i përgjegjshëm, gjithmonë duke u kujdesur për motrat e tij më të vogla me përkushtimin e një vëllai të madh. Marina zhvilloi një pasion për kërcimin, recitalet e saj u bën ngjarje ku e gjithë familja merrte pjesë me krenari. Dhe Julia e vogël që kishte qenë kaq e sëmur, u rrit e fortë dhe e shëndetshme, trajtimi i saj kishte qenë një sukses i plodh. Robert dhe Clarissa u martuan në një ditë me shi të pranverës, 2 vjet pasi ai ishte zgjuar nga ajo pavetdije e shtirur. Ishte një ceremoni e vogël, intime, vetëm me njerëz që vërtet kishin rëndësi. 3 fëmijët ishin shoqëruesit e nuses dhe dhëndrit, duke ecur nëpër korridorin e kishës së vogël të lagjes me seriozitet të adhurueshëm. Kur prifti pyeti nëse dikush kishte kundërshtime për martesën, Lukas ngriti dorën, duke bërë që e gjithë kongregata të mbante frymën. Por ai vetëm pyeti nëse kjo do të thoshte se Julia ishte zyrtarisht motra e tij tani, duke i bërë të gjithë të qeshnin të lehtësuar. Festa u bë në vil, por e transformuar. Robert e kishte rinovuar plotësisht shtëpinë pas martesës, duke hequr të gjithë dekorin e ftohtë dhe minimalist që Viviana kishte imponuar. Tani muret ishin me ngjyra, plot me foto familjare, vizatime të fëmijëve të kornizuara sikur të ishin vepra arti të vlefshme. Dhoma formale e ngrënies ishte kthyer në një dhomë lojrash ku fëmijët mund të luanin lirshëm. Nuk dukej më si një muze. Dukej si një shtëpi. Robert kishte ndryshuar gjithashtu drejtimin e bizneseve të tij. Ende ishte i suksesshëm, ende ndërtonte ndërtesa që ridizajnonin horizontin e Tiranës. Por tani sigurohej që çdo projekt të përfshinte banesa sociale, parqe komunitare, hapësira që përfitonin jo vetëm të pasurit, por gjithë qytetin. Kishte krijuar një fondacion që ndihmonte nëna të tjera beqare siç kishte qenë Clarissa, duke ofruar trajtim mjekësor, arsim dhe mundësi punësimi. Çdo vendim që merrte tani filtrohej përmes pyetjes: a do ta bëj kjo botën më të mirë për vajzat e mia? Dhe nëse përgjigja ishte jo, ai nuk e bënte. Julia u adoptua zyrtarisht nga Robert kur mbushi 7 vjeç. Ishte një vendim që e morën të gjithë së bashku, ulur në dhomën e ndenjes një pasdite të diel. Robert shpjegoi se donte që ajo të kishte mbiemrin e tij, të ishte zyrtarisht vajza e tij para ligjit, por vetëm nëse ajo donte. Përgjigja e Julias ishte e thjeshtë dhe shkatërimisht e bukur. Ajo u ngjit në prerin e Robertit, i përqafoi qafën dhe tha: "Ti tashmë je babai im. Letra është vetëm letër." Por ata e bën edhe letrën, sepse ndonjëherë ritualet kanë rëndësi. Dhe ditën kur gjykatësi goditi çekiçin dhe e deklaroi Julia Aliu Karli zyrtarisht të adoptuar, nuk kishte asnjë sy të thatë në sallën e gjyqit. Vitet kaluan si gjethe të marra nga era. Lukas hyri në adoleshencë dhe zbuloi një pasion për programimin, duke kaluar orë të tëra duke krijuar aplikacione dhe lojra. Marina u bë balerin profesionale, hieshja e saj në sken u merrte frymën të gjithëve që e shikonin. Dhe Julia e vogël që gati nuk kishte mbijetuar, u bë mjeke, e vendosur të ndihmonte fëmijë të tjerë që përballeshin me diagnoza të frikshme. Robert u plak me hieshi, disa fije floku të thinjura u shfaqen, disa rrudha shprehje u thelluan. Por ishte i lumtur.
Thellësisht, sinqerisht i lumtur në një mënyrë që nuk kishte qenë kur gjatë martesës së tij të parë, gjatë gjithë atyre viteve të suksesit sipërfaqësor. Clarissa lulëzoi gjithashtu. Gruaja e ndrojtur dhe e lodhur që kishte hyrë në vilë si shërbëtore ishte shndërruar në një grua të sigurt, të realizuar. Ajo kishte mbaruar studimet që ishin ndërprerë në Rini, duke u diplomuar në pedagogji. Tani drejtonte një shkollë për fëmijë në nevojë që e kishte themeluar me Robertin, duke përdorur përvojën e saj të luftës për të frymëzuar nëna dhe fëmijë të tjerë. Ata kur nuk harruan se nga erdhën. Çdo përvjetor të burgosjes së Vivianës dhe Marcelit, ata rinovonin angazhimin e tyre për të bërë mirë, për të ndihmuar njerëzit, për të qenë drita që dikush kishte nevojë në momente të errëta. Viviana nuk u përpoq më të kontaktonte. E kreu dënimin në heshtje dhe, kur më në fund u lirua pas 8 vjetësh, u zhduk në një qytet tjetër, një shtet tjetër, duke u përpjekur të rindërtonte një jetë larg hirit të asaj që kishte shkatëruar. Robert kur nuk e kërkoi dhe ajo kur nuk e kërkoi atë. Disa kapituj thjesht duhet të mbarojnë. Marcel gjithashtu doli nga burgu përfundimisht, por koha pas hekurave e kishte shndërruar burrin elegant dhe ambicios në një fantazm të vetvetes. Ai u përpoq të kontaktonte Robertin një herë duke kërkuar falje. Robert u përgjigj me një letër të shkurtër por të qartë, falja nuk do të thoshte harres, dhe disa veprime kishin pasoja të përhershme. I uronte Marcelit të gjente paqe, por nuk kishte vend për të në jetën e tij. Dhe kështu jeta vazhdoi, siç vazhdon gjithmonë. Kishte ulje dhe ngritje, sfida dhe fitore, momente dyshimi dhe momente qartësie absolute. Por përmes gjithçkaje, ajo familje e çuditshme dhe e bukur që ishte formuar nga rënojat e një tragjedie mbeti e fortë. Një pasditë dimri, 15 vjet pas aksidentit që ndryshoi gjithçka, Robert ishte në verandën e vilës, të njëjtën verandë ku kishte puthur Clarissën për herë të parë. Ai ishte 60 vjeç tani, i pensionuar nga biznesi, duke ia kushtuar kohën familjes dhe fondacionin. Clarissa u shfaq pas tij, duke e përqafuar nga prapa. Ata qëndruan kështu për një moment, duke vëzhguar kopshtin ku 3 fëmijët kishin luajtur kaq shumë herë, tani bosh por plot kujtime. Për çfarë po mendon? E pyeti ajo. Robert buzëqeshi. Po mendoja se sa e çuditshme është jeta. Si një aksident i tmerrshëm, një tentativë vrasjeje, diçka që duhej të më shkatëronte, në fund më shpëtoi vërtet. Më shpëtoi nga një martesë toksike, më solli ty dhe Julian, më mësoi se çfarë ka vërtet rëndësi. Clarissa i puthi shpatullën. Ndonjëherë momenti më i keq i jetës son është fillimi i kapitullit më të mirë. Robert u kthye ta shikonte, këtë grua që kishte hyrë në jetën e tij si shërbëtore dhe ishte bërë partnerja e tij në çdo kuptim të fjalës. E di që të dua, apo jo? Jo vetëm si burri do gruan, por si dikush që e njeh se ti fjalë për fjalë i shpëtove shpirtin. E di, përshpëriti Clarissa. Dhe ti më shpëtove mua gjithashtu. Më dhe një jetë që as nuk e dija se ishte e mundur. I dhe Julias një të ardhme. Na dhe të gjithëve një familje. Zilja ra dhe ata dëgjuan hapa që vraponin për të hapur derën. Ishte e diel, dita e drekës familjare. Lukas do të arrinte në çdo moment me të dashurën e re, Marina do të vinte direkt nga provat dhe Julia kishte premtuar të sillte të fejuarin për të njohur më mirë prindërit. Shtëpia së shpejti do të mbushej me të qeshura, biseda të mbivendosura, kaosin e bukur të një familjeje të mbledhur. Robert dhe Clarissa u shikuan, buzëqeshën dhe ecën dorë për dorë brenda, gati për një pasdite tjetër kujtimesh që po krijoheshin. Jeta u kishte dhënë një shans të dytë. Dhe ata e kishin shfrytëzuar çdo sekondë të saj. Atë natë, pasi të gjithë u larguan dhe shtëpia u qetësua përsëri, Robert hyri në dhomën e vjetër që ishte përdorur gjatë rikuperimit të tij. Ishte bosh tani, vetëm mobilje të mbuluara me çarçaf të bardhë. Por në komodin, ende e kornizuar, ishte vizatimi që Marina kishte bërë kaq shumë vite më parë. Babai si një hero me pelerin blu. Por tani ai mund të shihte qartë atë që nuk e kishte vënë re më parë, atë që Clarissa e kishte përmendur atë ditë të largët. Kishte 4 figura të vizatuara, jo 3. Një familje e plot, e vizatuar nga dora e pafajshme e një fëmije që në një farë mënyre e kishte parë të ardhmen para secilit prej tyre. Robert preku xhamin e kornizës me dashuri dhe i përshpëriti dhomës së zbrazët, faleminderit. Kujt, ai nuk e dinte mirë. Fatit, Zotit, universit që kishte komplotuar për ta shpëtuar. Faleminderit që më dhe këtë familje.
Faleminderit që më dhe dashuri të vërtetë. Faleminderit që më dhe një shans të dytë. Dhe në heshtjen e natës, ai mund të betojë se dëgjoi një përgjigje. Jo me fjalë, por me ndjenjë. Një ndjenjë paqeje, plotësie, se ishte saktësisht aty ku duhej të ishte. Robert fiku dritën dhe doli nga dhoma, duke mbyllur derën butësisht pas vetes. Ai kapitulli i jetës së tij, me gjithë dhimbjen dhe errësirën e tij, ishte më në fund i mbyllur. Dhe kapitulli i ri, plot dritë dhe dashuri, vazhdonte të shkruhej çdo ditë. Ai u ngjit shkallëve drejt dhomës që ndante me Clarisën, ku ajo tashmë ishte shtrirë duke lexuar një libër, syzet e leximit në majë të hundës, flokët e lëshuar mbi shpatulla. Ajo ngriti syt kur ai hyri dhe buzëqeshi, ajo buzëqeshje që ende ja bënte zemrën të rrite fort pas gjithë këtyre viteve. U vonove, bëri shaka ajo. Isha vetëm duke bërë paqe me të kaluarën, u përgjigj Robert, duke u shtrirë pranë saj. Dhe duke falënderuar për çdo moment që më solli këtu. Tek ti Clarisa la librin dhe u struk kundër ti. Jemi shumë me fat, e di? Kaq shumë gjëra mund të kishin shkuar keq. Ti mund të kishe vdekur në aksident. Julia mund të mos i kishte mbijetuar sëmundjes. Viviana mund t'ja kishte dalë. Por asgjë nga këto nuk ndodhi, tha Robert, duke i puthur majën e kokës. Dhe e di pse? Sepse ishim të destinuar të ishim bashkë. Kjo familje e çuditshme dhe e bukur ishte e destinuar të ekzistonte. Ata qëndruan në heshtje të rehatshme për një moment, vetëm duke dëgjuar frymëmarrjen e njëri tjetrit, duke ndjerë ngrohtësinë e përbashkët. Jashtë, Tirana vazhdonte jetën e saj të natës frenetike, miliona histori që shpaloseshin njëkohësisht. Por aty, në atë dhomë, në atë shtëpi që ishte transformuar nga muze i ftohtë në shtëpi të ngrohtë, ekzistonte vetëm paqe. Dhe dashuri. Gjithmonë dashuri. Robert mbylli syt, duke ndjerë gjumin më në fund të vinte. Por para se të flinte plotësisht, ai pati një mendim të fundit. Një mendim që i solli një buzëqeshje në buzë edhe ndërsa vetdia rëshiste. Ai kishte ndërtuar shumë gjëra në jetën e tij. Ndërtesa që preknin qiellin, kompani që punsonin mira, pasuri që mund të zgjasnin për breza. Por ndërtimi i tij më i madh, trashëgimia e tij më e rëndësishme, ishte ajo familje. Ishte dashuria që kishte gjetur në hirin e tradhtisë. Ishte prova e gjallë se shanset e dyta ekzistojnë dhe se ndonjëherë dita më e keqe e jetës tënde mund të jetë dita e parë e diçkaje të mrekullueshme. Dhe me këtë mendim ngushëllues, Robert Carly ra në gjumë, i rrethuar nga dashuria e familjes së tij, më në fund në paqe me të kaluarën e tij dhe i entuziazmuar për të ardhmen që ende kishte përpara. Vila në blok, që dikur kishte qenë vetëm një shfaqje pasurie, tani ishte një shenjtërore e dashurisë së vërtetë. Dhe në mure, mes fotove familjare dhe vizatimeve të fëmijëve, varej ajo kornizë. Heroi me pelerin blu dhe familja e tij me 4 anëtar. Një profeci e vizatuar nga duar fëmijësh. Një realitet i ndërtuar nga dashuria, falja, shanset e dyta dhe guximi për të rifilluar. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Robertit dhe Clarisës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim të i kalimi, dashurie dhe shansesh të dyta, klikoni butonin pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe na kujtojnë se edhe në situatat më të vështira, gjithmonë ka shpresë për të rifilluar. Ju presim në episodin e ardhshëm.